Mirëmbrëma të nderuar. Çështjet arsimore janë çështje të rëndësishme dhe prioritare. Strategjia e re për arsimin 2026-2032 është miratuar, mirëpo për të kuptuar ose për të ngritur dilemën mbi atë që kjo strategji do të realizohet në tërësi në praktikë apo do të ngelet vetëm dokument në letër. Megjithatë, për të kuptuar sepse ndryshimet në 3 ligjet për arsimin e lartë, pastaj edhe miratimi i strategjisë për arsimin në tërësi, reflektojnë që po hymë në dekadën e ndryshimeve të mëdha në çështjet arsimore. Për dëgjuar për vizionin e ngjarjeve në arsim, për dëgjuar më tepër mbi atë që arsimi është prioritet apo në realitet keq përdoret vetëm për retorikë politike, ne sonte do të bashkëbisedojmë me zëvendës ministrin e arsimit, zotin Driton Sulejmani, përballë të cilit ndodhet ish ministri i arsimit, zoti Jeton Shaqiri. Mirëmbrëma zoti Sulejmani, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, përshëndetje për shikuesit e TV Shenja dhe faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma zoti Shaqiri edhe për ju dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë, me që u boku e gjatë keni pushuar mjaftueshëm në opozit, po e filloj me ju, zoti Shaqiri, për të kuptuar mbi atë që si po vijojnë çështjet arsimore, sepse ju ishit në periudhën e fundit ministri i arsimit, mirëpo me të ndërprer funksioni ose pozita e ministrit, është e kuptueshme që nuk është kjo shkëputje kirurgjikale që më ndani së interesuari për arsimin. Si ju duket këto 2 vite, si ka ecur procesi në arsim në Maqedoninë e Veriut? Tash arsimi, unë edhe para se të jem në Ministrinë e Arsimit dhe para se të marrë edhe Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, kam punuar për një periudhë gjatë kohore, duke i kalu të gjithë ato titujt akademik, nga asistenti i ri deri në docent arrita, dhe është teme pa shkëputur nga e përditshmja ime dhe kuptohet edhe në këtë periudhë kohore në të cilën nuk jam në postin e ministrit, kam ndjekur edhe aktivitetet të cilët janë zhvilluar në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Siç e dini të gjithë, tash nëse ndalim edhe folim për gjithë problematikën të zhvillimeve të cilët mund të kenë ndodhur, janë tema shumë gjëra dhe besoj për arsye të kohës në ndalem, por unë do të kisha dalë në disa pika strategjike të cilët janë të diskutueshme dhe kanë qenë të diskutueshme. Ju e dini se në kohën në cilën e kam udhëhequr ministri, një ndër temat më diskutabile ka qenë një reformë e cila ishte e filluar para se unë të marr detyrën e ministrit për reformën e arsimit fillor. Dhe asaj kohe partia e cila tash është pjesë e qeverisë më e madhe në partia VMRO-DPMN ishte kritikuesja më e madhe e asaj reforme të arsimit fillor. Nëse ju kujtohet, reforma të cilën e filloi ministrja paraprake Milla Caroska, e cila kërkoi ndryshim programesh, ndryshim tekstesh dhe gjithë problematikat të cilat dolën. Asaj kohe shumë kundërshtoheshte. Unë kupton kjo çështje e kësaj reforme, ndërsa në këtë periudhë 2 vjeçare nuk është përmendur as pak ndalimi ose një strategji e re e kësaj reforme. Është një vazhdimësi e cila ju vazhdua asaj reforme të shumë kritikuar, por vetëm se mënyrat e organizimit të lëndëve nuk janë në formë shpërndarëse siç ishin të parapara në klasën e 7, 8 dhe 9 në çështjen e reformës të arsimit fillor, janë unifikuar, janë bashkuar lëndët, por do thotë koncepti është i njëjtë i asaj reforme të cilën kishte filluar asaj kohë. Edhe se me fjalë të tjera, kështu si po ju kuptoj, ju e keni nisë dhe kjo ka filluar ministrja Milla Caroska me të gjithë rekomandimet të cilat i ka pas. Kjo ministre e re e cila është në detyrë ka modifikuar pak në mënyrën e organizimit, por nga ana përmbajtësore nuk është ndryshuar. Sa i takon asaj se në pika të shkurtra do ndalem, thash është shumë teme gjerë. E dini që kanë kaluar dhe ligjet për arsimin e mesëm profesional, të cilat kanë qenë edhe kërkesat reformave brenda Bashkimit Evropian të cilat kërkoheshin edhe asaj kohe, janë pothuajse ligjet të cilët i kishin përgatitur, për fati imi keq asaj kohe ishte se arsimi në kuadër të komisionit në parlament që mund ta verifikoni, ishte një duell i partive politike, një arenë në cilët ishte i bllokuar komisioni i arsimit, për arsye fillesa e bllokimit komisionit në parlament ishte kjo reformë që asaj kohe VMRO-DPMN-ja e kundërshtoi dhe bllokoi krejtësisht komisionin e arsimit. Bëra tentimet e para për ta zhbllokuar, kam dorëzuar propozimet të cilët asaj kohe nuk kaluan, kanë kaluar vetëm në komision, kësaj kohe kaluan
këto ligjet e arsimit mesëm, të cilat po vazhdojnë një strategji të mirë, është edhe modifikuar për çështjen e arsimit të mesëm profesional, e kërkon tregu i punës, e cila jep rezultate. Nëse i shihni në 7-8 vitet e fundit, mund të shihni se përqindja e nxënësve të regjistruar në drejtimet profesionale vazhdimisht nga viti në vit rritet, që është për ta përshëndetur, sepse tregu i punës përshtatet me pjesën e reformës, me kërkesat e cilat i kanë. Dhe në fund, pjesa e cila është tash që do kemi mundësi të prononcojmë është ligji i arsimit lart. Zoti Sulejmani, ne përmendëm në hyrje miratimin e fundit të strategjisë së re në arsim 2026-2032. Cilat janë pikat kryesore që e karakterizojnë këtë strategji? Është e vërtetë se është sjellë strategjia nacionale për arsim 2026-2032. Kjo strategji është sjellur edhe është shkruar duke u bazuar në gjendjen aktuale me të cilën është arsimi në vendin tonë, edhe janë përcaktuar sipas strategjisë 10 pika kryesore në të cilët do të punohet këto vite për ta përmirësuar cilëtetin në arsim. Një prej pikave është qasja e barabartë dhe gjithëpërfshirëse, është përparimi i cilësisë arsimit, është përmirësimi i infrastrukturës dhe organizim efikas, reforma në financim, reforma në vlerësim në arsimin e mesëm, digitalizimi dhe inovacioni, lidhja me tregun e punës, arsimi jo formal dhe mësimi gjithë jetës, mirëqenje në nxënësve, edhe reforma ligjore në arsimin e lartë dhe në shkencë. Në thonë të janë ato 10 shtyllat në të cilët bazohet strategjia, edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës në mënyrë të vazhdueshme ka filluar vetëm punën në disa prej tyre, siç është rasti i sjelljes së pakos për reformave në arsimin e lartë dhe do të vazhdoj edhe në gjithë këto pika të cilat i përmenda. Pra sepse jehon në publik mori ndryshimet në arsimin e lartë, këto dy cikle tjerë në arsimin fillor dhe në arsimin e mesëm nuk është diskutuar të paktën ose që ka marrë vëmendjen e opinionit publik. Si duket filluat prej lartë e poshtë pastaj. Strategjia tregon se bëhet fjalë për diçka një plan afatgjatë. Edhe jo rastisht janë të vendosura vitet 26-2032, edhe mirë që përfundimisht është filluar prej diku, edhe nuk e përjashtojmë mundësien edhe sigurisht do të punojmë edhe në reformat edhe në arsimin fillor edhe të mesëm, sepse duhet ta pranojmë një fakt që fatkeqësisht politikat e drejtanishme arsimore, jo vetëm të qeverisë së kaluar, por të gjitha qeverive të përmbledhura, nuk e kanë dhënë efektin e dëshiruar edhe thjesht po ballafaqohemi me probleme të ndryshme. Janë bërë shumë eksperimente me nxënësit e shkollës fillore dhe shkollës së mesme, janë ndryshuar shumë sisteme arsimore deri tash. Kemi pasur sistemin 8 vjeçar, pastaj u inkuadruaj 9 vjeçar, programi Cambridge, pastaj u largua. Shumë eksperimente janë bërë fatkeqësisht. Kesh apo mirë, sepse ndryshe si do të ndjeket ritmi i inovacioneve në arsim? Sa i përket çështjes arsimore, unë jam i mendimit se kur përcaktohet një strategji për zhvillimin e arsimit, ajo strategji, pa më parasysh cila parti politike është në qeverisje, duhet ta implementojë, kushdo që vjen. Strategjia për arsimin. Tani një nga pikat në strategjinë e arsimit e keni mësimin tërditor, pra vetëm me një ndërrim. A ka kushte infrastrukturore në shkollat e vendit për këtë realizim të kësaj pike nëse nisemi nga qyteti prej ku vini ju? Për shembull në qytetin e Kumanovës, paralelja në gjuhën shqipe, shkolla e mesme teknike, siç e dini dhe jeni njoftuar mëson në baraka. Po, e qartë. Për ata quhet strategji dhe është filluar me të. Dhe me thonë, për momentin ka kushte në shkollat të caktuara, aty ku ka kushte do të implementohet shpejt, aty ku nuk ka do të punohet në përmirësimin e gjendjes infrastrukturore të shkollave. Për shkollën të cilën e përmendët, objekti i gjimnazit Sami Frashëri edhe i paraleleve me mësim në gjuhën shqipe të shkollës mesme Naci Bugjoni është Kakfundi. Deri tash është realizuar sipas informatave që kam dikun mbi 70% e punimeve. Duhet të shtohen edhe disa mjete financiare për t'i përmbyllur punimet aty dhe ne jemi optimist se në shtator o maksimumi në gjysmëtorin e dytë të vitit të ardhshëm, nxënësit e këtyre shkollave do ta fillojnë mësimin në objektin e ri. Do të thonë në mënyrë të vazhdueshme do të punohet për t'i përmirësuar kushtet edhe pas disa viteve të vim në situatën ku në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të aplikohet metoda me mësim në një ndërrim. Një ndërrim, dakor. Po, zoti Shaqiri, kërkuat fjalë? Po, tash
sa i takon edhe kësaj strategjie, besoj që edhe zëvendës ministri dhe unë e di, se cilën periudhë kohore, strategjitë në Ministrinë e Arsimit janë sjellë për periudhë kohore 6 vjeçare. Po te kanë qenë në periudhë kohore që nga momenti që unë brenda 30 viteve. Dua të potencoj faktin që është i rëndësishëm për këtë çështjen e kësaj pyetje të cilët parashtruhet, vendi jon nga viti 91, shembull, do ta marr nga viti 91, ju e dini shumë se ka pasur një sistem arsimor në të dhënat të cilët i kam analizuar asaj kohe, nuk ka qenë në formë të barabartë të shpërndarjes të fondeve dhe shpërndarjes të infrastrukturës të arsimit fillor dhe të mesëm. Çfarë dua të them me këtë? Shembull, mund të marrim qytete të ndryshme për t'i krahasuar, Kumanovën, Strugan, por edhe me qytetet Maqedonisë Qendrore, Shtypin etj. etj. E them këtë gjë sepse nga 91-shi disa objekte infrastrukturore në disa qytete të Maqedonisë kanë qenë të ndërtuara. Shembull, një vend i cili ka pas numrin e 1 të banorëve, kanë pas mundësinë të kemë këto statistika, shembull, qyteti i Strugës, asaj kohe me një qytet Struga jo, po të Shtypit, Struga ka pas një gjimnaz, Shtypi ka pas 3 gjimnaze ose 2. Ka pas 5 shkolla fillore, ka pas më pak shkolla fillore. Dhe tash mësimi gjithditor në sistemin e arsimit fillor, përveç në disa qendra ku është mbi popullimi, nga lëvizja e popullatës që vinë deri në kryeqytet, në zonën e Shkupit, dhe migrimi plus, në zonat rurale dhe në qytetet më të vogla, në arsimin fillor pothuajse para kushtet janë bërë për mësim gjithditor, sepse numri i nxënësve është zvogluar. Dhe në kuadër të strategjisë, edhe paraprak edhe tash, e kanë modelin e financimit të ri të arsimit fillor, formulën e re për financim, e cila do të bëjnë një si ta them, një ullje, një menaxhim, një unifikim të shkollave fillore nga zona që është pozitive, se edhe në strategji paraqitet ku ka fëmijë të klasës parë 2-3 veta, do të bëhet një unifikim, bashkim i afërt të shkollave dhe do të jetë në pozitive të arsimit gjithditor. Në arsimin e mesëm, ndodh nga kjo arsye që përmenda më herët se nuk ka pas shkolla, institucione, unë kam pas rastin shembull që jam ndjem mirë që pas zhodhëm gjimnazin Sami Frashëri, drejtonin pozicion tjetër asaj kohën komunë, këshillin komunal, ishte një sfidë, një betejë që edhe me pushtetin lokal, vetë si ministër kam pas shumë debate dhe diskutime për të filluar punën dhe më vjen mirë. Pra jo zoti Shoqiri, po deklaroni që koalicioni vlen e zgjodhi çështjen e gjimnazit Sami Frashëri. Jo, e kam filluar, unë e thash se gjimnazi, po, e keni kuptuar gabimisht, atë mund ta vërtetoj dhe drejtoni, kanë sjellë në asaj kohe në kërkesën si këshilltar, kanë dorëzuar me përbërjen e këshillit, por tek unë ka dorëzuar komuna kërkesën për fillimin e punëve, ka dorëzuar projektin, kjo është e vërteta. Unë si ministër fillova ndërtimin e objektit, në vitin 2023-24 ka filluar, është firmos kontrata, është faktike dhe tash jo, kontrata është, unë kam qenë në post 24. Jo, kanë filluar 24-shin, tash vazhdojnë. Tash nuk duhet ta shohin kështu, se shoh debatet kush e bori, kush e filloi. Kumanova do ketë gjimnaz. Që unë e fillova, vazhdon dhe mund të ketë tash, nuk mund ta shoh këtë debat sepse vleni kësaj kohe diskuton, po fillojmë kampusin e Universitetit Nën Tereza. Pas 5 viteve mund të jetë jetoni ose dikush tjetër që e promovon atë kampus. Më kupton? Nuk me që e kemi diskutimin se duhet i ndajmë këto gjëra. Mos kapemi te këto elemente, më kupton? Për ato dua të them. Te këto elemente nuk kapemi zoti Shoqiri, po janë të rëndësishëm. Gabojmë edhe kur kapemi. Jo, po ideja është që pastaj qytetarët dinë ta bëjnë edhe vlerësimin se kush realizon në realitet premtimet, Gjimnazi atje, sepse gjimnazi Kumanov ka filluar edhe në fakt para jush ka qenë edhe zoti Ademi ministri i arsimit. Gjimnazi atje ka tabelë e cila tregon datën e fillimit, datën e nënshkruajtjes marrëveshjes dhe do të ketë edhe ditën e lëshimit të përdorimit. Këto janë fakte. Të shtoj diçka në këtë drejtim. Ajo që duhet të ceket është se pse prej vitit 2004 e deri në momentin kur kanë filluar punimet, askush nuk ka ndërmarrë asgjë. Me thonë, Këshilli Komunal, nxënësit e këtyre shkollave, prej vitit 2004, mësojnë në objektin e Zikut, i cili nuk është i përshtatshëm për zhvillimin e procesit edukativ arsimor. Është dashur të vinë në një shumicë e re në Këshillin Komunal për të nisur dokumentacionin projektues, sepse pa pas dokumentacion projektues, Ministria e Arsimit nuk mund ta financojë nisjen e punimeve. Ne e kemi kryer punën tonë në Këshillin Komunal, e kemi dorëzuar në Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ka filluar procedurat, e ka financuar
punimin e ndërtimit atij objekti, edhe tash kur jemi në qeveri e kemi vazhduar financimin. Do me thonë, është duke u punuar aty në mënyrë intensive. Pra, për ju zoti Sulejmani, përpos që është e rëndësishme të bëhet projekti, ka rëndësi edhe kush e bën, apo? Po tash dihet se kush kanë qenë ata të cilët e kanë bërë edhe projektin, po dihet edhe kush i ka financuar në fund edhe kush po vazhdon me financu. Qytetarët i dinë këto punë, e dinë se në shumicën e Këshillit Komunal në Kumanov shumë vite me radhë ka qeverisë BDI, nuk ka pas asnjë iniciative. E dinë se në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës ka pas ministër nga Kumanova, nuk ka pas asnjë iniciative, nuk është përmbyllur si problem dhe është dashur të ndërndrohet shumica, është dashur të bëhet dokumentacioni projektues edhe ministri ta nënshkruaj pastaj financimin. Nëse i futemi edhe një diskutimin se jo, po përmbyllem me juve këtë çështjen. Kryetarët e pushtetit lokal në Kumanov kanë qenë të ndryshëm. Jo, zoti Dimitrievski ka qenë i njëjti. Ka qenë në 2 mandate. Edhe në 2 mandate. Në 2 mandatet ka qenë ka qenë diskutimin se tash drejtoni është në pozicionin e zëvendës ministrit. Unë mund të flas nga përvoja në cilën mund disa herë mund të ketë iniciativa dhe vullnete se mund t'i drejtohem në një komunë tjetër drejtonet. Shembull që është tash dhe nuk mund të arrihet, është çështja e sigurimit të objektit, është çështja e sigurimit lokacionit, është çështja e sigurimit dokumentacionit. Do thotë në Kumanov, shembull në periudhën kohore të cilat përmendet kolegun para prak, nëse ndalemi mund të ketë edhe 20 institucione tjera të cilat janë ndërtuar. Në kohën e ministrit Ademi, sallat e sportit, shkolla tjera të renovuara. Nuk shkolla po ka mësuar, ai nuk është mund të kapemi në një problematik. Më kupton? Për atë them se. Po. Zoti Sulejmani, kur planifikuam diskutojmë për çështjet arsimore, me serash kërkova programin me cilin keni garuar në vitin 2024 dhe tek sektori i arsimit. Me serash keni premtuar që për studentët që regjistrohen në fakultetin pedagogjik do të marrin në rroga vetëm për të shtuar interesimin e studentëve për studiuar këtë program sodimor. Ka qenë vetëm premtim fushate apo është ndërmarrë diçka konkrete në këtë drejtim? Deri në këtë moment që flasim nuk ka diçka të tillë, nuk ka diçka konkrete, nuk është se përjashtojmë mundësinë për ta bërë atë të cilën e kemi premtuar. Programin zgjedhor që e kemi premtuar para qytetarëve është për 4 vitet. Po, për gjysma ka kaluar. Ne i kemi edhe 2 vite tjera për ti. Sepse po fillojmë nga këto projekte që i keni premtuar, që janë projekte mbase në kuptim të parë kur që e lexohen janë më lehtë të realizueshme. Shif, ne kemi realizuar diçka që nuk kemi premtuar. Për shembull, këtu mund ta përmendim zgjidhjen e problemit shumë vitësh të medresesë Isabeu. Nuk e kemi premtuar, mirë po tash me ligj është zgjidhur problemi i tyre dhe nxënësit të cilët e kryejnë atë medresen shkollimin të shkolla e mesme medresea Isabeu, tash mund t'i nështrohen edhe maturës shtetërore dhe të vazhdojnë fakultetet. Do të rikthehemi sërish te ju, për çështjen e medresesë, zoti Shaqiri? Tash sa është pjesa e programit, më kupton? Unë nuk kam arritur programin zgjedhor ta shoh edhe programin e qeverisë, por e dim se si është përmbajtja e programit Arbedin. Tash nuk flasim, nuk futemi se menjëherë futemi në temë politike. Ka pas shumë premtime, akademi e tjera gjëra të cilë futemi përveç pedagogjik. Po, do të diskutojmë ne fillim nga kjo çështja e medresesë. Unë udhërrëfimin fillim, vetë kam qenë në komunikim dhe mund verifikohet që kur interpretohet çështja e medresesë, dua për gjithë medresantët të pajtohet edhe drejtoni, ku thuhet është jo e ligjshme. Se kanë në opinion medreseja ka qenë jo. Medresea është institucion shkolle e mesme, e cila deri në ndryshimet e ligjit të arsimit lartë që ka ndodhur në vitin 16-17, kur nuk ka qenë kusht për regjistrim matura shtetërore, do thotë ka mundur të shkojnë nëpër institucionet e arsimit lartë. Do thotë nuk ka qenë kusht për regjistrim në universitet matura shtetërore. Me vendosjen e kushtit në universitet, do thotë medreseja se interpretohet në shumë vende të botës, të cilët janë të botës islame, ka shkollat organizimit medresesë që fëmijët që mbarojnë medrese të shkojnë vetëm në arsimin e lartë fetar. Shembull, në drejtime të caktuara. Pas vendosjes ligjit për arsim të lartë, paraqitet nevoja që nuk ka provim se programet nuk kanë qenë konforme agjencionit Biros për zhvillim të arsimit. Mirë, zoti Shaqiri. Kam sjell vendim në bashkëpunim, i cili e anulloi gjykata kushtetuese. Kjo gjykatë kushtetuese që përmendet çdo ditë
para sjelljes të ligjit anulloj vendimin të cilën e ka sjellë qeveria e asaj kohe, kryeministri nuk e anulloj këtë tash? Jo, dua dal. Do të thonë është bërë gabimisht diçka. Jo, nuk është bërë. Ju lutem, po ta shihni. Mendoj që ai ka qenë një mashtrim parazgjedhor, me cilën nuk është zgjidh problemi. Po ta shpjegoj edhe atë, sepse tash është zgjidhur me ligj zoti Shaqiri, sepse publiku e mban mend fotografinë e zotit Shaqir Fetau në zyrën e zotit Xhaferi e zgjidhur. Edhe un kam. Edhe nuk problemi ishte akoma. Vetëm pak, nëse lexoni vendimin e gjykatës kushtetuese për anullim, thuhet se themeluesi, që ka qenë asaj kohe dhe ne e kemi diskutuar me basim fetare, themeluesi është institucion fetar, nuk mund të organizojë mësim fetar. Tash çfarë ndodh? Po je kemi njoftuar neve në atë kohë për këtë problematikë. Çfarë ndodh? Në qoftë se sot problematika, për atë nuk dua kjo le të jetë në zë që mos dalë me iniciativa të tjera gjykata kushtetuese. Se nëse i futemi debatit, në qoftë se sot a mbahet mësim fetar, ose nuk mbahet mësim fetar, janë programe të akredituara, po të njëjta të cilët ishin të akredituar në atë shkollë të mesme private. Nuk ndryshon asnjë program. Zoti Shaqiri, tani ju çfarë po thoni që gjykata kushtetuese po i kursen vlenin këtë rast? Nuk ka iniciativë dhe po thoni që mos ta bëjmë shumë. Kërkoj që mos ketë iniciativë. Ato janë çështje publike, gjykata kushtetuese i ndjek. Nëse i shihni, analizoni vendimin e sjell, analizoni ligjin dhe do arrini në konkluzion. E vërteta është se kjo shumicë parlamentare ka votuar ligj me të cilin e ka zgjidhur problemin e medresesis Sabeu. Dhe pik, nuk ka çka çtohet. Ka qenë si problem, është rrëzuar një zgjidhje që e ka ofruar qeverisja e tashme, është rrëzuar nga gjykata kushtetuese, problemi ka mbeti pa zgjidhur, me ardhen e kësaj shumice problemi është zgjidhur. Dhe kjo është e vërteta. Me arsyen e rrëzimit është themeluesi, që në rastin konkret, edhe me ligjin e ri, arsimin e mesëm e organizon themeluesi. Po marr parasysh. Po vazhdojmë edhe nga këto premtimet më lehtë të realizueshme në praktikë që i keni pasur, mes tjerash në programin tuaj politik thuhet që alkooli dhe droga larg shkollave, mirëpo megjithatë nëse marrim për bazë denoncimet dhe raportimet që janë bërë edhe në media, në stacionet policore akoma kjo dukuri negative është evidente në shkollat në mbar vendi. Çfarë keni ndërmarrë që 2 vite që këto dukuri negative të parandaluan? Ka raste të dukurive të tilla, të cilët paraqiten her pas here. Do të thonë kemi një numër të madh të institucioneve arsimore, një numër i madh i nxënësve për të cilët do duhet të punohet shumë në këtë drejtim që të minimizojmë këtë raste. E para, edhe pas disa ngjarjeve që ndodhen tash, Ministria e Arsimit dhe Shkencës menjëherë ka dërguar një dërgesë drejt shkollat ta kyçin kujdestarin të bëhet obligative. Do të thonë në pushimet në të cilët i kanë nxënësit në për shkolla, të jetë obligative që një profesor të jetë kujdestar gjatë pushimeve. Pra edhe mësues edhe sigurim. A e prek ky vendim dinjitetin e mësimdhënësit zotit Sulejmani? Jo, nuk mendoj që e prek, sepse profesori sepse duhet ta luajë rolin edhe të sigurimit, edhe pastaj jo të sigurimit. Kujdestari duhet të rikthehet në mësim për të veshur pallton e mësuesit. Mësuesit dhe mësimdhënësit në përgjithësi janë autoritete. Edhe mendoj që nuk duhet këtë punë ta zgjidhim me sigurime brenda shkollave, se nuk jemi aty duke udhëhequr burgje, po janë institucione arsimore. Edhe duke ditë se mësimdhënësit janë autoriteti më i lartë në ato institucione, mendojmë se mund ta kryejnë këtë punë shumë mirë, edhe duke i pasur në kontroll këtë raste, ta minimizojnë numrin e dukurive të tilla. Përveç kësaj, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka miratuar udhëzues edhe me ligj i ka obliguar shkollat fillore dhe të mesme që në programet e tyre të sjellin aktivitete të cilat kanë të bëjnë me tema për tolerancën, me tema kundër dhunës, me tema kundër alkoolit dhe gjitha devijimeve shoqërore. Do të thonë, me ligj obligohen shkollat që në programet e tyre të zhvillojnë aktivitete të tilla. Për të qenë të suksesshëm në këtë proces, pa marrë parasysh sa mund japim ne si ministri, duhet patjetër në këtë proces të kyçen edhe prindërit, atyre fëmijëve të cilët mendojnë se nuk janë të kyçur atë sa duhet. Fatkeqësisht në këto momente nuk funksionon ai trekanshi famos prind mësimdhënës nxënës. Kemi shumë raste, unë edhe vetë kam punuar në arsimin e mesëm mbi 16 vite, edhe ka raste kur e thirrim prindin në konsultim për fëmijën e tij, i cili ka bërë një problem të caktuar në shkollë, dhe ai vjen dhe t'jep përgjigje, thotë s'kam çfarë të bëj. Do thonë, kjo është një përgjigje pa tolerueshme. Duhet patjetër në këtë proces me të cilin i ruajmë nxënësit nga devijimet e ndryshme të cilët mund të ndodhin, patjetër të kyçen edhe prindërit, të kyçen edhe institucione tjera,
ti përforcojmë shërbimet profesionale si që janë pedagog, defektolog, psikolog e kështu me radhë, dhe me një betejë të përbashkët, mendoj se mund të zvogëlojmë numrin e këtyre dukurive që ndodhin brenda shkollave tona. Dakor, tani në interes të kohës do duhet të lëvizim në tema tjera. Ju zoti Shaqir në fjalën tuaj hyrëse përmendet arsimin fillor të mesëm, pasaj për kaluar edhe në reformat që përbëhen në arsimin e lartë. Ju keni përvojë pra edhe në arsimin e lartë, edhe si profesor, edhe si ish ministri i arsimit, si po e shihni tentativën për ta reformuar arsimin e lartë me 3 ligjet e propozuara nga kjo legjislaturë? Më pëlqeu përshkrimi që në fillimi problemin, se edhe ju po punoni në arsim. Shumë pak në opinion po përmenden të 3 ligjet. Po përmenden vetëm ligji i arsimit lartë. Po janë edhe 2 ligje tjera që është i cilësisë edhe kulumtim dhe kërkim shkencor. Do thot kanë të njëjtën materie, dukurinë e studimit të cilat i bëjnë dhe asaj reforme e cila është paralajmëruar. Një debat i cili është në shoqëri, do thot që e sheh edhe opinioni gjerë. Erdhi me dashje ose pa dashje nga ministresha aktuale në cilët u diskutua grupi i punës. Sepse është debat, cilët pedagog, emrat anonim, sepse ministria përmendi një, nuk përmendi, u tërhoq, dolën disa, nuk dolën disa. Pse e them këtë gjë? Sepse në kohën e cilën kam fillu për të punu ligjin e arsimit lartë, është temë dhe dukuri shumë e gjerë. Do thot, kam kërku mendime, gjërën e parë nga konferenca interuniversitare, ku janë të gjithë universitetet prezent, për dorëzu propozimet, në kohën e cilën kam fillu. Sot në një debat në cilën bëhet ky diskutim, për mua dhe për pedagog shumë të ndryshëm të institucioneve tjera arsimore, kur nuk ka një gjithë përfshirje, nuk dihet kush e ka ndërtu dhe nuk e dihet kush e ka strukturu, kur edhe në një pyetje deputetësh sa pash nga rrjetet sociale që është drejtuar në një deputet ministrisë, është kryer një përgjigje të një këshilli i cili ka qenë prej 30 antarësh. Këshill është kërkuar nga ministria kush janë grupi, kanë shkruar që është ky këshill kombëtar i arsimit dhe aty ka pas edhe i zëvendës Ministri i Arsimit një përbërje që sikur ato, por që në fakt në të vërtetë nuk janë të përfshirë një gjithë përfshirës. Po tash mos dalemi te kjo temë se kjo temë i sjell diskutime tjera. Pse i sjell kjo temë diskutime tjera? Kjo temë i sjell diskutime tjera, sepse kur do të kishin secili institucion gjithë përfshirës në momentin e fillimit ndërtimit ligjit, profesor të kërkuar nga fusha dhe disiplinat e caktuara, do të ishin transparent. Edhe unë, si tash që nuk jam jashtë institucionit, por mësimdhënës do të kërkoja llogari nga ato këndvështrimet ligjeve nga i grup pune i cili ka qenë i paraqitur. Nuk do të kisha dyshime, sepse në realitet, në asun, askush nuk mund të amohoj faktin që duhet një reformë për arsimin e lartë. Por kur bëhet reforma, duhet treguar edhe qëllimet të cilat janë. Në qoftë se ne ndalemi të dy dhe diskutojmë që qëllimi është rritja e cilësisë, duhet gjejmë mënyra dhe modelet me cilët e rrisim cilësinë. Në qoftë se qëllimi është modifikimi dhe ndryshimi i programeve studimore, duhet dim cilet programe studimore modifikohen ose unifikohen, se thuhet dikundi futen edhe odat ekonomike. Më kupton? Çfarë do të bëjmë? Bëjmë si në arsimin e mesëm, po, do bëjmë si në arsimin e mesëm profesional, programet siç i kërkojnë tregu i punës. Në qoftë se fusim dhe analizojmë, do të bëhet një, si ta them, se flas kur s'kemi transparencën e grupit punës, ndërsa në përmbajtje do të shohim këto studime, sepse në një nen caktuar jepet që nuk është në ligjin e ekzistues, që vetë si ministër kam pas situata në cilën nuk kam pas të drejtë të mbyll një program studimor, në ligjin aktual jep të drejtë ministrisë, tash tek ajo që kemi parë në opinion, se flitet që ligji është dorëzuar deri në qeveri, nuk e di çfarë është përshtat me sekretariatin ligjvënës, që ka çdo erat filtrin e fundit, por mund ta diskutoj dhe e them se jep të drejtën ministrit për mbyllur një program studimor. Për shembull, që mund të jetë për arsye tregut punës, numrit studentëve, që nuk ka qenë më herët, por unë këtu dalem dhe e diskutoj dhe shoh kontradiktën që para disa ditëve ka qenë në Komisionin për Arsim debati që edhe në kohën në cilën kam qenë hapjen e Fakultetit Shkencave Mjekësore në Universitetin të Manastirit. Po. Kliment Ohridski ka pas debat. Dhe tash kur thomi që ka shumë programe dhe hapen programe, kur thomi ta ndalim migrimin nga jashtë, ndërsa i shohim atje programet dhe nuk kemi analistë të tregut punës, a ka nevojë për motra medicinale,
a ka nevojë për përkujdesje shëndetësore, shembull siç ka qenë, për atë arsye e them. Tash në këtë fazë, në këtë diskutim të cilën unë e shoh nga një këndvështrim tjetër, mungesa e transparencës me grupin e punës i sjell, unë përmenda vetëm disa nga pikat të cilët i kemi në diskutim, se nuk është, thash, në opinion po koncentrohet diskutimi se sa punime shkencore do të ketë pjesëmarrës, dikejtë, revistat. Shembull, kur shohim, unë po sfidoj tash të gjitha grup pune të cili nuk e di dhe është anonim. Cili shtet evropian ose shtet më afër nesh e ka numrin e punimeve shkencore si kriter bazë, numër, kriter për të marrë titull shkencor. Kur debati në për shtetet evropiane është efekti akademik shkencor që mund ta keni punim shkencor. Sepse unë edhe ti mund të kemi një punim shumë të mirë, po kostoja për ta publikuar është 3.500 euro, 3.000 euro për ta publikuar. Dhe sot nuk kemi kompenzimin, se nga ministria thuan kompenzimi, por 60.000 denar. Drejton është kompenzimi me ligjin në cilin e kemi. Jo, në vlerë 60.000, ndërsa punimi në për revista shkencore ndërkombëtare me impakt është në një vlerë më të lartë të cilën mund të ketë. Ka shumë çështje të cilat mund të flasim, por unë e them, diskutimi, çështja edhe propozimi final, mendoj që fazat, tash drejtoni asaj kohe nuk ishte në postin e Zëvencit, ishte dikush tjetër. Fazat e fillimit procedurave, se përmendim strategji, ndërsa nga ana tjetër kemi që tek ligji për cilësi të arsimit lartë, kemi që sillet strategjia kombëtare. Ndërsa këtu e kemi strategjinë e arsimit zhvillimit, e cila duhet të miratohet nga ministria. Thot, janë dhënë disa kompetenca ministrisë, të cilët hapin shumë debate dhe diskutime për arsye të ndryshme të cilët janë të argumentuar edhe nga profesorët dhe pedagogët. Dhe këtë që ta potencoj, sepse mundet edhe ju të ma parashtoni pyetjen, pse ka një heshtje nga bota akademike. Tash, jo, në fakt nuk është që ka pasur. Jo atë shumë, sa që kanë qenë rezistenca e vitit 2016-17, pritësht të më shumë. Por, ju e dini që në qoftë se futemi, se tash gjithë thuan, tash unë nuk e kam të vërtetuar këtë, se universiteti më i madh, kuptohet, shtetëror në vendin tonë, ka pas pjesëmarrësit dhe ai ligj është ndërtuar nga profesorët e atij universiteti. Asgjë s'ka të keqe nëse kishte edhe profesorë dhe pedagogë tjerë, të universiteteve tjera, publike dhe private. Por ama, në qoftë se shembull flasim dhe sot dhe themi i ka bërë universiteti i cili dhe flasim nga ana tjetër, kemi parametra kufizues kur ka shumë programe, ka shumë numra. Këto janë elemente të cilët mund të diskutojmë nëse në vend, patjetër. Zoti Sulejmani, pse u dash që ky grup pune të jetë jo i çastshëm për publikun, që pastaj edhe opozitës të jepni më shumë material, por në realitet edhe në botën akademike ta fusni me një konfuzion se duhet pranojnë disa ndryshime pa e ditur se kush janë hartuesit ose përpiluesit e atyre ndryshimeve. Kjo i bie sikurse ta lexosh një libër pa e ditë se cili autor e ka shkruar. Unë mendoj që fokusi vendoset gabimisht. Nuk është shumë e rëndësishme se emrat e atyre të cilën e kanë përpiluar ligjin, sa është e rëndësishme çfarë ligji është përpiluar. Jo, më rëndësishme se emrat janë edhe bagazhi i tyre, sepse jo emrat të përveçëm, po çfarë backgroundi posedojnë ata. Në rast se më lejoni do ta shpjegoj pak më gjatë procesin, nuk kam qenë i kyçur prej fillimit, po informata që i kam ti plasoj në opinion që të njoftohen qytetarët. Vetëm para se të fillosh me elaborimin, ju a jeni informuar të paktën ju zoti Sulejmani se kush janë përpiluesit e këtij ligjet? Po, jam. Sa nga ato janë profesor ka dhe profesor shqiptar Maqedonas, ka dhe profesor të USHT-s, ka dhe profesor të Nën Terezës, edhe të Kirilit, ka përfshirje. Edhe tash do ta sqaroj. Domethënë, na ke punë na tregojsh arsyen e qëllimit anonim. Nuk është anonim, ka emra. Jo rastisht e thash. Unë mendoj që nuk është e rëndësishme që të përmenden emrat, por e rëndësishme se ka pas profesor nga gjithë universitetet. Ajo që ka mund ta vërej, gjithë këtë kohë nuk ka ligj i cili ka pasur inkluzivitet më të madh, edhe nuk ka ligj që ka qenë më gjithë përfshirës si pakoj e ligjeve për reformat në arsimin e lartë. Fillimisht është filluar me një grup pune në kuadër të konferencës ndëruniversitare. Pastaj, me iniciativë të qeverisë dhe vendim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, është formuar një trup kombëtar koordinues, të cilët kanë bërë grupe pune, në të cilët grupe ka pas pjesëmarrës nga gjithë universitetet. Është përpiluar një version i këtyre ligjeve.
Ai verzion pastaj është punuar nga ekipi i brendshëm i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, se edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka sektor për arsimin e lartë, edhe pas gjithë këtij procesi është vendosur ligji në sistemin ENER. Vendosja e të shkurtër, lutem sepse e shpjegoni fazën tek Këshilli Kombëtar. Ka njerëz të cilët kanë dalë publikisht dhe e kanë kundërshtuar me emër dhe mbiemër që nuk kemi qenë të përfshirë. Unë po i sfidoj dhe gjithë ato 30 që ju i përmend, po tash kanë lexuar që e kanë kundërshtuar. Dhe kur përmendet sektori i arsimit lart, nga të dhënat e cilët i kemi, nëse mundet udhëheqësit, këshilltarët shtetëror, lirisht le të prononcojnë që janë të përfshirë, se kemi pas mundësi të pyesim dhe thuan që nuk kemi të përfshirë. Fonditës nuk kanë bë krem. Për ato them, është derti është në ligj dhe për ato nuk duhet të mbahesh anonim. Domethënë për ato ndërhyva. Propozim ligji se aty është Blendi Hodaj që tek Këshilli Kombëtar, që ka kundërshton publikisht dhe ju thoni që ato kanë dorëzuar draft. Është konsultuar. Jo, është në prononcimin e tij të fundit e ka sqaruar qartë këtë punë që fare nuk ka qenë vetëm një mbledhje konstituive nga e cila pas asaj më nuk ka pasur. Pastaj ka pasur edhe deklaratë të cilin kanë thënë më kanë bërë ftesë, po më kanë bërë ftesën vonë, një ditë përpara dhe s'ka marrë pjesë. E tash unë nuk mund të mbaj llogari pse ai nuk ka marrë pjesë aty. Edhe asun pas ministresha, pas askush i cili ka qenë i përfshirë në këtë proces. Po ne sfidojmë publikisht. Në emision më ka thënë se nuk ka marrë pjesë ose nuk do të marrë pjesë me një aktivitet të caktuar për arsye se ftesën e ku marr dje ose e ku marr para 5 orëve nuk e di çka. Propozim ligji është vendosur në sistemin ENER, pas të cilit pati shumë reagime. Pas kësaj, për ta treguar atë gjithëpërfshirjen edhe vullnetin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës se po dojmë të prodhojmë një ligj i cili i përfshin të gjitha palët, ka pas një turne të vizitës së ministreshës në për të gjitha universitetet publike, në të cilët profesorët universitari kanë dhënë sugjerime dhe vërejtjet e tyre. Pas kësaj procedure, është vendosur prapë në sistemin ENER propozim ligji i dytë, varianti i dytë i ligjit, pas të cilit prapë universitetet i kanë dhënë sugjerimet e tyre, tash në formë të shkruar, të drejtuar drejt e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Në këtë procedurë kam qenë i kyçur edhe unë, sepse ne kemi pasur si vlen një grup pune i cili e ka ndjek këtë proces, i ka marrë vërejtjet, ka pas takime me profesor, i kemi shfaqur drejt e ministresha dhe në fund ka pasur një takim mes partnerëve të koalicionit në të cilin i kemi përfshirë ato vërejtjet tona finale. Këtu duhet ndalemi, diskutimi. Sepse zoti Sulejmani, më 21 prill është mbajtur pra ky takim ku keni dalë me një takim publik. Takim publik dhe keni dalë me një dakordsi të plotë. Për çfarë u dakorduat atë? U dakorduam që h-indeksi të hiqet nga ligji ose të mos jetë kriter bazë për përcaktimin e titujve të profesorëve të cilët zgjidhen me një titull të caktuar, sepse ka qenë një prej reagimeve kryesore. E dyta, verzioni i parafundit ka paraparë që organizimin e ciklit tret të doktoraturës ta zhvillojmë vetëm 3 universitetet më mirë të ranguara, 4 më mirë të ranguara, në atë takim e kemi vendosur 5 të ranguara më mirë, me të cilin i rrisim shanset që edhe universitetet shqiptare të jenë me numër më të madh aty. Tjetra është gjithashtu është garantuar se të gjithë të punësuarit në universitet nuk do ta hupin vendin e punës, sepse u paraqit një mjegull në opinion se me këtë ligj do të përjashtohen profesor nga puna e kështu me radhë. Dhe kjo çështje u zgjidh. Domethënë, të gjitha vërejtjet të cilat i patëm, edhe sugjerimet tona u dakorduan në atë takim, edhe pas asaj, bile edhe para takimit, ka pas një mbështetje publike nga ana e universiteteve publike shtetërore. Mirë, po megjithatë, që publikisht nuk e kanë thënë. Sindikata e pavarur akademike, zoti Sulejmani akoma është në kundërshtim me atë që nuk janë pranuar. Edhe me sindikatën ka pas takim. Thotë se Mash nuk i pranoi sugjerimet e tyre. Ta bëj një sqarim të shkurtër. Të gjithë pjesëmarrësit, të cilët janë pjesë e arsimit lart, mund të kenë sugjerime. Kjo nuk kupton se Ministria e Arsimit duhet t'i pranoj të gjitha sugjerimet e tyre. Se fundja atëre pse paraqitet nevoja të ketë ministri. Ministria e Arsimit dhe Shkencës është institucion që i ka politikat e veta arsimore, të cilët dëshiron t'i udhëheq përpara. Dhe të gjitha sugjerimet, të cilët ne e kemi vërejtur se janë të arsyeshme, janë pranuar. Dhe për këtë arsye ka pas edhe përkraje publike të universiteteve shtetërore ndaj ligjit. Në takimin me kryeministrin, të organizuar nga kryeministri,
kanë qenë prezent rektoria e Universitetit Shënkirilli dhe Metodi, rektori i Nën Terezës, rektori i Universitetit Shtetëror të Tetovës, prorektori i UEL-it, rektori i Universitetit të Shtipit, Ishte edhe një student nga Ukimi kanë marrë fjalë, i cili kritikoi çështjen financiare të universiteteve shqiptare që asnjë prej përfaqësuesve shqiptar aty nuk fatkeqësisht në kësaj raste mund të vi dikush prej anësh dhe të përcjellë në mesazh politik. Por ka qenë i ftuar zoti Sulejmani. Jo, ka qenë vetëm ka keq përdor. E ka keq përdor atë fjalën e tij, ajo që është e rëndësishme, gjithë pjesëmarrësit aty që kanë qenë prezent e kanë përkrahur ligjin me fjalim publikisht. Edhe mund të themi, kjo është arsyeja kryesore se pse mund të themi se kemi një pako ligjore të cilën e përkrajnë në universitetet, që është shumë e rëndësishme, për arsye se universitetet do të punojnë me atë ligj. Edhe kjo jep një shenjë se ato janë të gatshme për të zbatuar këto reforma edhe përfundimisht për të arritur cilësinë në arsimin e lartë. Po, zoti Shaqiri? Nga ajo që më shpjegoi Zënvenci, tash po vim disa në konkluzat atë të cilën e thom dhe që e dim gjithë. Si dilemë. Që vërtetohet, sepse të thomi që është gjithë përfshirës dhe nga ana tjetër duhet në fund të fazës të ulen partnerët e koalicionit qeveritar, unë nuk e shoh një gjithë përfshirë, sepse në fund të fazës të ligjit do të kisha pritur në debat publik të hapur të ulen rektorët, sepse fjalimet të cilët, se unë të gjitha këto shkresa, këto vërejtje të cilët i kam, analizë statistikore, sa nene nuk përshtaten, janë vërejtje të cilët i kam bërë rektorët e universiteteve. Me që në fjalimet, unë i kam djekë edhe fjalimet, mbështetje të plot dhe në fjalime ka pas edhe vazhdimësi të vërejtjeve të cilët i kanë. Tash, nëse rektorët dakordohen që të cënohet autonomia e tyre, do më pyesni ku cënohet autonomia, por rritet ndikimi i ministrisë, thash në marrjen e vendimit për programet studimore, në këshillin që krijon ministria për të bërë mbikëqyrjen financiare. Unë do të kisha pritur në takim, që për mua nuk është takim i botës akademike midis partnive të ishin vendosur dhe gjëra tjera. Themi sot se është vendosur largimi i H-indeksit. Ka pas dhe pedagogë të cilët e kanë mbështetur këtë gjë. Dua ta them, faktin edhe ta potencoj, sepse mënyra, unë e po pres ende versionin përfundimtar, sepse tash kjo e H-indeksit në versionin cilin kemi pas nuk ka qenë e larguar. Mënyra dhe gjithë gjëra tjera, eqja, ky debat, ju e dini që profesorët e rregullt, nuk kanë të drejtë rizgjedhje. Dhe çfarë ndodh? Në Universitetin e Shkupit, Shënkirill dhe Metodi, 65% të stafit akademik janë profesor ordinar, të zgjedhur në titull shkencor, të cilët nuk kanë rizgjedhje. Në qoftë se unë këtë gjë e diskutoj për ata të cilët duhet punësuar si asistent të ri, sepse ju e dini se në ligjin e ri dhe në ligjet thuhet se për të futur në botën akademike duhet fillosh nga titulli fillestar asistent i ri, ndërsa nëse dikush ka mbaruar doktoraturën jashtë shtetit, duhet fillojë nga asistent i ri. Unë këto diskutime të cilët i shoh ndikim, dhe kjo tash është një diskutim tjetër i cili ndoshta edhe nga studentët, ndoshta janë dakorduar rektorët, që edhe zëvendës ministri din. Nota mesatare, flasim brenda kohës, ligji po rrit cilësinë. Ju e dini që kriter ka qenë për përzgjedhje në titull akademik, ka qenë nota mesatare të jetë mbi 8 në 2 nivelet e studimit, ndërsa sot bëhet në mënyrë kumulative. Dhe një student i cili ka marrë në master notën mesatare 10 dhe në studime deri diplomike 6, kur e mbledh në mënyrë kumulative dhe ndan për 2, ka notë mesatare 8, që i jepet mundësi për të punësuar në universitet. Dhe tash unë nga këto debate, për ato them se çështja po bëhet, nuk është vetëm diskutimi ajo. Unë sot drejtonin, sot është ministre aktuale, nesër mund të jetë drejtoni, mund të jetë jetoni, dikush tjetër, po jep të drejtën për të marrë vendim për mbylljen e një programi studimor. Kush na garanton ne në atë analizë? Unë e thash në analizën fillestare duhet të bërë sa universitete kanë Maqedoni. Shumë pak përmendet tema e debatit dhe cilësia sa janë universitete private dhe sa janë publike. Sepse po folim për një çështje nga ky ligj, pse nuk thomi se shumë do të preken që mund të jetë pozitive edhe universitetet private. Por e drejta autonomisë, shembull që mund të jep nesër ministra, dua që asnjëherë mos ndodh të mbyll një fakultet, shembull në Kumanov për shkencat ekonomike. E marr shembull. Ka arsyetim pse ka fakultet shkencave ekonomike në Tetov, ka në Universitetin e Tetovës, Evropës Juglindore,
dispersimet në Kumanov të justifikoj se ka afër për të studiu. Pra, Ja në e qasje ligjin në thonjë arbitrare, zatem, ja e ligji mundësin që thot për racionalizim të shpenzimeve, për unifikim të programeve. Dhe këtu është rreziku i cili potencial që nuk dua me këtë ligj në botën akademike, por rektorët, me që ashtu thot Zëvenci, po i sfidoj edhe ato publikisht. Në qoftë se është kështu, le dalin publikisht, le të kërkojnë nga gjithë deputetët e gjithë partive politike, se rektorët janë në pozicion. Tash është botë akademike, le të kërkojnë të gjithë rektorët, kërkojmë nga gjithë grupet parlamentare, pa dallim të gjyrave politike, ta mbështesin këtë ligj. Unë si rektor, me emër mbi emër, shembull, Jeton Shaqiri kërkoj që të mbështetet ky ligj. Dhe jo për vete, nuk i kam pak. Po i sfidojmë, deri në votimin, jo, po na ngjarje publike. Po ka qenë ngjarje në aktivitet tjetër, ka mbajtur fjalën, e kam përkrahur ligjin. A nuk është kjo shenjë mjaftueshme se ato janë të kënaqur nga propozim ligji dhe se është shenjë mjaftueshme që ato mund të punojnë me atë ligj. Nuk ka asgjë të keqe edhe nëse kërkojnë. Kjo duhet të jetë mesazh edhe deri te deputetët e opozitës. Nuk ka asgjë të keqe. Me një fjalë në një takim ceremonial i cili ka qenë një aktivitet tjetër i organizu, doli për qëllime tjera, se aktiviteti ka qenë për rritjen e hulumtimeve, nuk ka qenë për ligjin e arsimit. Jo, për ligjin ka qenë. Aktiviteti ka qenë për ligjin ka qenë. Nëse ato e kanë bërë, pse mos vazhdojnë ta bëjnë edhe ta mbrojnë, të vinin edhe sot në debat, ja po i sfidojnë në një debat tjetër, dalin bashkë unë edhe ti me gjithë rektorët, edhe ato të jenë kundra dhe pro argumente. Dakor, tani edhe pas dakordancës suaj mes partnerëve qeveritar në mbledhjen e 21 prillit, Forumi për ndryshimin e arsim sërish ka paraqitur kritikat e veta për çështjet që nuk janë marrë parasysh. Është trupa nacionale studentore që nuk njihet pra ligjërisht. Këshilli i etikës nuk do të krijohet. Flasim për rritje të cilësisë, ndërkaq këshill të etikës nuk ka. Familiarizimi i fakulteteve dhe nepotizmi tashmë do të jenë legal sipas FNA-s në këtë ligj. Nuk pajton. Çështje tjetër, ha indeksi pra mbetet, po tani vetëm si fakultativ. Çdo universitet vetë e zgjedh vetë nga cila platformë pra mate dhe gjë që në praktikë do të thotë që zgjedhin platformat më të lehta për tu manipuluar. Mbledhjet e senatit do të mbeten të mbyllura dhe sipas FNA-s, pra pas asaj mbledhje që keni mbajt, pse këto kërkesa nuk janë marrë parasysh. E përmend edhe më herët, nuk mund të mirën parasysh gjitha kërkesat. Mirë, hajde ta zëm këtë të këshillit të etikës. Jo, në rregull, ka këshill të etikës. Universitetet kanë këshill të etikës, të çështja e nepotizmit, edhe pse nuk shkruan ligj, nepotizmi është ndaluar. Jo, ka qenë në ligjin e vitit 2018, ka qenë. Unë mendoj se ka qenë një ligj diskriminues. Që një shembull për jap. Pse duhet të penalizohet fëmiu i një profesori universitar, vetëm pse e ka prindin profesor, edhe ai të mos mund të bëhet profesor, edhe pse është kuadër i shkëlqyeshëm. Thonë, unë këtë e shoh si diskriminim. Nepotizmi është i ndëshkueshëm me ligj. Tash këtë diskriminim mund të jetë i dyfish, zoti Sulejmani, sepse një koleg i tij mund të ketë po të njëjtat afinitete, por nuk e ka fatin ta ketë prindin profesor universitar, dhe nuk mund të bëhet asistent i tij. Për këtë arsye ne kemi rritur kriteret për përzgjedhjen e profesor. Kemi rritur kriteret, janë 6-7 punime, të cilët do duhet i bëj profesori, për tyre 3-4 duhet i ketë në revista me impact faktor, me ndikim Web of Science ose Scopus, edhe do me thonë janë rrit kriteret, edhe mendojmë se tash nuk do duhet të ekzistojë një nen i cili potencialisht mund penalizoj kuadra shumë të mira. Sepse tash duhet ta kemi të qartë edhe një punë, për shembull në një familje profesorësh, nuk mund ta diskriminosh fëmijën i cili me shumë gjasa mund ta marrë rrugën e prindit. Nëse e ka prindin profesor, edhe ai mund t'i ketë aspiratat bëhet njëjtë profesor. Mirpo nepotizmi prapë është ndaluar me ligj. Nuk mundet për shembull, nëse është dekan në një fakultet, një individ i caktuar të ndikojë ose ta keqpërdor pozitën e tij dhe ta punësoj fëmijën e tij në të njëjtin fakultet. Mirpo nuk mundet ta penalizojmë fëmijën vetëm se është profesor në fakultetin e caktuar. Te çështja tjetër të cilën e përmendët, te senatet. Po, mbledhjet e senatit që do të vazhdojnë. Sipas këtij ligji, Ministria e Arsimit dhe Shkencës e ka fuqizuar një organ tjetër që është Këshilli i Universiteteve, i cili ka qenë edhe më herët i pranishëm. Këshilli i Universitetit. Po. Është i veçantë për secilin universitet, i cili ka qenë edhe më herët i pranishëm, mirë po i papërfillshëm deri tash. Këshilli i Universiteteve më shumë do të ketë karakterin mbikëqyrës, për arsye se ne mendojmë se Ministria e Arsimit dhe Shkencës
do duhet që t'i detyroj jo vetëm universitetet, po të gjitha institucionet që të japim përgjegjësi për mjetet financiare dhe llogaridhënie dhe transparencë. Për arsye se mjetet financiare me të cilët paguhen institucionet arsimore janë para të qytetarëve. Dhe ne duhet t'ju garantojmë që kur paguhen këto para, qytetarët të marrin shërbime adekuate për të cilët i japin ato para. Kështu që me këtë ne e rrisim, nuk cënohet autonomia. Këshillin e universitetit e keni prezent pothuajse në të gjitha universitetet evropiane. E tash s'mund të themi se universitetet evropiane bëjnë diçka me të cilën ne cënojnë autonominë e tyre. Autonomia përmendet ligj mbi 29 herë. Edhe është e garantuar edhe me kushtetut, po gjithashtu mbetet e garantuar edhe me ligj. Ideja është se këshill ka më shumë anëtar dhe kompetenca për ndryshuar edhe fillimisht numri i përfaqësuesve qeverisë ka qenë 5, tash 3. E kemi ulë numrin e përfaqësuesve qeverisë, më shumë kanë përfaqësues universiteti, kanë përfaqësues studentët dhe ka përfaqësues oda ekonomike me të cilin ne e vazhdojmë atë politikën që ta lidhim universitetin edhe arsimin përgjithësi me tregun ekonomik. Kështu tash edhe Abedin e drejton për këtë çështjen se forumi për ndryshime në arsim, ato vërejtje të cilat i ka nga përvoja e keqe që mund të kenë ndodhur në institucione publike, qoftë edhe te universiteti më i madh, kur dim raste që anëtarët familjes janë punësuar. Dhe për atë arsye kërkon një mbrojtje ligjore. Sa i takon Këshillit, sepse te kjo pjesë themi se ka edhe ligje tjera të cilët e mbrojnë. Edhe unë mund të pajtohem që duhet të rrisim financimin në shkencë, jemi vendi më pak në përqindje në dallim. Është rritur vetëm se. Ama nuk kemi arritur në nivelin e mjaftueshëm. Çdo vit hyr për arsye. Unë mendoj prej 380 milion që ka qenë 2024, tash është 773 milion. Ama është detyrimisht, ajo rritje ka ndodhur për arsye rritjes pagave, të cilët kanë ndodhur. Dhe nuk do të thotë është detyrueshëm kjo, po tregon kujdesin që e ka qeveria për arsimin. Jo, për arsye se është rritur në shkencë, po për arsye rritjes pagave. Por dua dal. Kemi rritur edhe në universitete. Për shembull, këtë vit universitetet financohen me 7.5 miliard dinar. Që vitin 2023 ka qenë 3.7 miliard dinar. Edhe pagat i kemi rritur për 14%. Jo kështu, vetëm se e dini me ligjin i cili u solli. Ligji ka luar ndryshimet e ligjit të arsimit lartë. Pastaj u firmosën marrëveshjet kolektive. U rritën pagat e arsimit lartë. Rritja e pagave të arsimit lartë në mënyrë të detyrueshme rrit buxhetin e universiteteve, që është ajo përqindje 14% në vlerën të cilën e keni në ato miliardë denar. Por edhe ka rritje në shkencë, por jemi shumë lart nivelit të mjaftueshëm flas ndër vite. Pse e them këtë gjë? Këtë gjë, se doja dal aty. Nëse flasim se nuk cënohet autonomia. Unë jam që të kem mbikëqyrje, po ka shumë ligje tjera për të mbikëqyrur ligjet të karakterit financave publike, universitetet se si harxojnë mjetet. Dhe jam për të rritur mënyrën e financimit në universitete për hulumtim shkencor, për kërkim shkencor. Por, me këto ligje, me këto ndryshime, jipet një hipercentralizim, do të kisha thënë, në organet e ndryshme. Pse? Keni Këshillin, të cilën i kërkon qeveria. Mund të jenë 3 në numër, por janë të rëndësishëm në vendimarrje. Se thuhet në procesin e vendimarrjes duhet të jetë vendimet të jetë me shumicën e 2 fisht. Pastaj keni organe tjera të cilët mund të jenë edhe vërejtje nga INKA, të cilët janë shembull në ligjin për cilësitë e arsimit lart. Kemi agjencionin i cili është Këshilli i Akreditimit, se këtu shumë pak se diskutohet. Gjithë universitetet akreditimet i kanë 5 vjeçare të programeve studimore. Tash 4 ose 5 nuk e di si që ishte në ligjin e fundit. Dhe disa universitete po mbaron akreditimi i gjithë programeve studimore. Me kalimin në ligj të ri duhet të futen për të marrë riakreditimet ato universitete. Dhe tash në organet të cilët krijohen, siç është tash Agjencioni për Cilësitë të Arsimit Lart, i cili ka bordin e akreditimit dhe bordin e evaluimit, me ligjin e ri këto organe shkrihen dhe bëhet një këshill i ri akreditimin. Dhe tash aty vendosen kritere, qeveria emëron profesorët. Do të thotë hipercentralizim, vërejtje të cilët unë ku përmenda më herët, më herët kur përmenda, nuk ka shtete të cilët i kanë kaq mirë të centralizuar. U përmend vendet e ndryshme që kanë këshill, kanë mënyra të ndryshme të financimit. Dhe te ky debat do të kisha kërkuar shembull, dhe te çështja e doktoraturës e përmendi. Akte tjera u jepet shumë e drejt ministrisë për të sjellë edhe aktet nënligjore, sepse tash do të ketë ministria brenda procesin e evaluimit të universiteteve. Dhe unë dua të gjithë treguesit të jenë ekspert mirë, të gjithë të jenë të përfshirë, që nuk mund të krahasojnë universitetet të cilët kanë 8.000 studentë me
institucione që kanë 800 student. Është e padrejt të krahasojsh që nuk ka drejt doktoraturë shembull Universiteti Nën Tereza për arsye se nuk ka mbi 9 vjet, sa ka qenë dispozita mbi 10 vite duhet jetë në arsimin e lartë. Kur nesër mund vi filiali Cambridge-it në Maqedoni dhe të kërkojë të drejtën e doktoraturës. Vendet e ndryshme për atë arsye them, modelet mund të ishte kërkimi te pjesa e doktoraturës. Shtetet e ndryshme evropiane e kanë që të fitojnë projekte. Ka fituar Universiteti Nën Tereza, edhe pse i ri në treg një projekt për IT, ka profesorët më të mirë të IT-s, UT-ja ka profesorët e mirë të fizikës, shembull atje që shkojnë ka dallohen për punime me impakt dhe brenda kohës ato të kyçin student për çështjet e doktoraturës. Për atë arsye them, centralizimi i tepërt nuk dua të gjykoj, por nuk e them se nuk mundem të gjykoj sot derisa nuk e sjell dhe nuk di propozimet e fundit të atë ligjit, por mos jetë për të pasur efekte negative në proceset e mbylljes së programeve të ndryshme ose gërshetimit të programeve midis universiteteve njëri dhe tjetrit. Mirë, zoti Sulejmani Mesjerash përmendet edhe takimin ku jeni dakorduar me partnerët e koalicionit. Në atë tavolinë është diskutuar edhe fati i universiteteve shqiptare, sepse Mesjerash në programin tuaj në cilin keni garuar, koalicioni vlen në pikën për rritjen e cilësisë në arsim ka parapar krijimin e një këshilli të përbashkët të universiteteve shqiptare, duke i specifikuar në fushat e veçanta të zëm për inxhinieri për shkenca eksakte, universitet për shkenca humane shoqërore dhe për shkenca mjekësore e sociale. Është diskutuar diçka e tillë? Jo, në atë takim është biseduar për sa i përket fuzionimit të universiteteve vetëm shqiptare. Vetëm për pakon ligjore kemi biseduar, për ata me të cilët ne Është kemi marrë. paraqit rreziku i kësaj pako mos e sjell këtë situatë? Jo, këto situata nuk do të jenë të imponueshme, po nuk e përjashtoj mundësinë që dy universitete me shpreh vullnetin e tyre për një bashkëpunim, një fuzionim, vetëm në rastash në vullnetin e tyre mund të ndodhë diçka e tillë. Sepse parimisht kur kemi bashkim të dy universiteteve, kjo nuk kupton edhe rritje të cilësisë. Mirë po, kjo nuk ndodh në asnjë mënyrë pa pasur vullnet mes dy Ndërsa nga ana e ndryshimeve ligjore kemi që ministria ka të drejtë që të fillojë iniciativa të tilla. Brenda ndryshimeve të ligjore të ministrisë. Edhe pa pas një vullnet të mbrëmshëm. Për atë arsye, jo, nuk bëhet ajo pa vullnet, nuk bëhet. Na nuk jemi këtu për dëmtuar diçka, thjesht me këtë ligj tentativa është që ta ngrisim cilësinë. Po ta vendosim ninen, deputetët, kriterët. Po ja ta plotësojmë edhe ninen nga grupet parlamentare të cilat do të jenë. Që iniciativat për bashkim duhet fillojnë nga vetë universitetet. Po le të fillojnë, nuk kemi. Po jo, ta vendosim ninen brenda ligjit. Jo, po ligji do të jetë edhe në procedurë parlamentare. Dakor, sepse ju një gjë të tillë keni pasur në program politik. Ju vetë keni precizuar që duhet të specializohen universitetet për fusha të veçanta. Po e thash që nuk kam kundër këtij mendimi asgjë, mirë është të bëhet, mirë po vetëm në rast se ka vullnet të universiteteve, sepse në këtë mënyrë ta zëm, vend se të ketë 3 fakultete juridike, bëhet një fakultet juridik ku ligjerojnë profesorët më të mirë. Edhe studentët i marrin marrin ditorim prej profesorëve më të mirë. Edhe kjo padyshim që ndikon në ngritjen e cilësisë së arsimit. Pra po paralajmëroni për filtrim të profesorëve. Nëse i kemi 3 universitete, nuk do ishte keq që të trija të ishin me profile të ndryshme. Sepse në këtë rast do koncentroheshte ta zëjmë një lëmije të caktuar me një universitet ku do të ligjeronin profesorët më të mirë. Si strategji, nuk duhet jetë vetëm sepse potencimi është me që është programi Vlenit, besoj se e ka për universitetet në gjuhën shqipe. Po, sigurisht, vetëm në gjuhën shqipe. Se në qofse kem përjashtohet mundësia edhe ato të cilët janë në gjuhën maqedoneze. Duhet të gjithë tjerët analizohen. Për atë arsye them, në qofse që në fillim të këtij debati nuk doja të dalë në këtë diskutim, sepse për të sjellë një vendim të tillë, duhet që në fillim në masën e sjelljes së ligjit propozohet që të kemi këto ndryshime ligjore kanë si qëllim këtë dhe bota akademike do t'i analizonte për të sjellë. Por nuk është qëllimi i ligjit etnik. Qëllimi i ligjit është ngritja e cilësisë në përgjithësi. Në rast se hihet në masa të caktuara nëpër universitetet me mësim në gjuhën shqipe, të njëjtat do të ndodhin. Për këtë janë pyetur rektorët, kanë opinion për këtë situatë? Ose është diskutuar te takimi me rektorët? Jo, nuk është diskutuar. Në takimin e 21 prillit? Jo, nuk është diskutuar. Askund nuk është diskutuar. Brenda Vlenit ta diskutohet kjo çështje? Ende jo. Dakor. Tani, zoti Sulejmani, për të kaluar, sepse në interes të kohës, për të kaluar tek tema tjera, e kishim kryetarin e shoqatës akademike për shkencë dhe art këtu mysafir, edhe
I njëjti potencoi se nga nëntori I vitit 2024 askush prej funksionarëve të koalicionit Vlen nuk e kanë përmendur më akademinë. Po ju pyesim ju, tani në vitin 2026, pra pas kësaj pauze, ku ka ngel çështja e akademisë shqiptare? Intervenimi I Vlenit në raport me Akademinë e Shkencave Shqiptare ka qenë si rezultat I gjendjes të cilën e kemi konstatuar në Akademinë e Shkencave të Maqedonisë, I cili institucion kemi konstatuar se duket si hermetikisht I mbyllur për shqiptarët. Ka pas një iniciativë prej disa profesorëve për ta formuar këtë akademi, ne e kemi ndihmuar si iniciativë, me atë sa kemi pas mundësi, tash për momentin nuk kemi gjetur ndonjë zgjidhje ligjore që të bëhet institucion shtetëror, mirë po... Sepse po edhe të njëjtën e keni në program. E kemi... Dhe kaluan 2 vjet. Nuk po e përmbyllim se në të ardhmen mund bëhet diçka, mirë po deri tash nuk është se nuk kemi lëvizur. Akademia e Shkencave, për dallim prej tazojmi që potencoi profesori, që të njëjtën kërkesë ka pas edhe deri tek zotëri Talat Xhaferi, deri te zotëri Ali Ahmeti, për të cilët nuk I kanë konsultuar fare. Edhe të vendim BDI-si ka pranuar fare në takime, Vleni ka pranuar në takime, po si ka ofruar zgjidhje. Jo, I kemi ofruar zgjidhje, ato për momentin janë të financuara nga komunat të cilat udhëhiqen nga Vlen me një shumë të konsiderueshme. Financohet? Po. Sepse zoti Jashari tha që në probleme financat duhet t'i lusin shtëpitë botuese për publikimet e tyre. Kanë probleme thelbësore, madje për çështjen e financimit tha ka qenë vështirë për të siguruar edhe një selinë në Shkup. Unë se e di selinë në Tetove. Po, ka në Tetove për shkak se tha nuk patë mundësi të marrë. Informatën tjetër që e kam është se komunat, siç është komuna e Tetovës, Zhelinës, në mos gabojmë, Gostivarit, kanë financuar me mjetet buxhetet e tyre lokale disa prej aktiviteteve të cilët I ka bërë Akademia e Shkencave. Abedin, tash nuk jemi në kuadër fushatave zgjedhore, se kanë mbaru. Mua më vjen keq se mund të fillojnë shumë shpejt. Po ndoshta, tash mua më vjen keq se ajo ka qenë retorike fushatës zgjedhore. Edhe unë edhe Zëvenci, por edhe gjithë duhet pranojmë faktin që për të krijuar akademi të shkencave duhet krijuar me ligj të veçantë. Se është institucion I cili duhet krijohet në qoftë se parashohim që të jetë institucion buxhetor. Nga ajo që di, në vende ndryshme se duhet I flasim gjërat në mënyrë transparente dhe konkrete. Nuk e besoj që një shtet ka 2 akademi paralele. Të gjithë duhet punojmë për të ndikuar Akademia e Shkencave e cila është aktuale. Por për të pasur akademi paralele, unë nga ajo që di, nga njohuritë juridike të cilat I kam, është shumë e vështirë. Në qoftë se ka pasur, me që këto 2 vite nuk është diskutu, kemi pakon e 3 ligjeve, po e shtojmë edhe një ligj, atëherë për krimin e akademisë, dhe shohim kush e mbështet dhe kush nuk e mbështet, në qoftë se diskutohet kjo. Ligji I veçeverisës lokale, dhe këtë gjë duhet ta thome, se akademia e din, nuk ka mënyrë për financimin e institucionit shtetëror. Ka mënyra të financimit të organizatave jo qeveritare brenda programeve caktuara. Dhe tash, nga niveli që do krijojmë Akademi të Shkencave, të ule debatin në organizatë jo qeveritare me seli që e financojnë. Unë nuk e përmenda askund se është institucion shtetëror. Po jo, atë iniciativë të cilën e kanë ndërmarrë ata profesor, ne jemi munduar që ta përkrajmë atë sa kemi mundësi për momentin. Ja, po ju e keni përdorur edhe ama jo, është përdor për fushat dhe krijojmë Akademinë e Shkencave. Po, kjo është proces që bëhet shumë shpejt I nderuar dhe është me rëndësi që ne kemi filluar, ja u kemi zgjatur dorën. Edhe që po e them edhe këtu që nuk mendoj se kemi përmbledhur si proces. Ne mendojmë, fillimisht mendojmë se Akademia e Shkencave të Maqedonisë duhet I hap dyert edhe për shqiptarët. Dakordoni me atë që e kemi thënë vazhdimisht. Duhet bërë presion atje. Edhe e përmenda në fillim se për arsye se kemi konstatuar se ajo është hermetikisht e mbyllur, sa e diun me 3 punësuar vetëm shqiptarë. Jo, ka edhe akademik është profesori Zeti, vetëm të punësuar, po them, nuk ka më shumë se 3. Ajo është gjendje alarmante dhe ne duhet të japim një mesazh, ajo duhet hapet. Mirë, po ajo është institucioni I pavarur. Sot, me që nuk kemi pajtojmë në faktin që duhet brenda asaj akademie, sepse për të kriju dhe ju dakordoni që është shumë vështirë për të bërë akademi shtetërore brenda. Ndonjëherë është e rëndësishme të jepet edhe mesazh. Po dakord, por për të realizuar mesazhin, deputetët, numrin, shumicën qeveritare, aty e keni.
Në pakun e ligjit që se përmendet duhet shumë punë. Duhet 20 nene, 30 nene për ta përpilu atë akademi. Por është edhe vullneti politik. Politik, definitivisht. Zoti Sulejmani, mes tjerash, ndërtimi kampusit universitar u përmend edhe paraprakisht, ju që me që vini edhe nga fusha e ekonomisë, për të na qartësuar një gjë. Kur filluat fillimisht për këtë investimin më të madh kapital në Arsem në historinë e vendit, nuk ka pasur pra investim më të madh, filluat me një shumë prej 34.5 milion euro. Ditën, pra më 7 mars të këtij viti, kur inauguruat fillimin e punimeve atje, gjitha fjalimet u dëgjua shuma 42 milion euro. Në një paraqitje mediatike të zotit Mexhidi, periudhën e fundit në një televizion në Shqipëri, ka deklaruar që po investojmë në Arsem 60 milion euro investimin më të madh kapital në historinë e vendit. Tani, për ta qartësuar, kampusi universitar është investim 35 milion euro, 42 milion euro apo 60 milion. Derisa për hir të informimit të opinionit publik, për këtë vit janë nda vetëm 900.000 euro, përkundër këtyre shifrave të larta që nga të cilat ndoshta si analizuar 30%. Në rregull. Inaugurimi i kampusit universitar Nën Tereza është një ngjarje historike. Mendoj se nuk njihet ndonjë investim më i madh në arsimin shqip sepse inaugurimi i kampusit universitar Nën Tereza. Në procesin e inaugurimit, ku mbajtën edhe fjalime, u cek se kampusi universitar pritet që të përfundoj brenda 5 viteve. Vitin 2029. Po. Edhe çtash edhe financimi do të ndodhë në etapa. Do të thotë na kanë vetë edhe 3 vite. Tash ka kaluar jo 3 vite gjysmë. Prej momentit të inaugurimit të hedhjes së gurthemelit, më falni. Jo, sepse në miratimi kur është miratimi është prej momentit 2025-2029. Prej momentit të hedhjes së gurthemelit, domethënë pritet që brenda 5 viteve të përfundojë dhe ashtu edhe do financohet në faza ose në etapa të ndryshme. Për vitin 2026 janë lëshuar dikon 500.000 denar dhe menjëherë vitin 27-28 deri në fund do lëshohen shuma të caktuara me të cilët do të arrijmat shumën finale sipas informatave. Po ju korrigjoj, jo 500.000 denar, ndoshta më shumë vlera. Se that 500.000 denar 2026. Më shumë është më shumë se 500.000 denar 2026, por nuk ka punime. Jo, në euro është diku rreth 900.000 euro, për mos me qenë të gabuar në shifra. Dakor. Për atë. Po. Për çdo vit, domethënë janë para mjete, me të cilët mjete do të sigurohet se punimet do zhvillohen pa ndërprerje dhe ne jemi të sigurt se me këtë tempo të financimit, kampusi do përfundoj në afatin e parapar që është 5 vite. Më thonë, fjala është prej momentit të hedhjes së gurthemelit në 5 vite të ardhshme. Këtë deklaratë të njëjtë ka dhënë edhe Ministresha e Arsimit dhe Shkencës edhe të gjithë të tjerët që kanë qenë prezent aty. Duhet i gëzojmë faktit se edhe një universitet me mësim në gjuhën shqipe po e fiton një kampus modern, sikur që e ka dhe Universiteti Shtetëror i Tetovës, sikur se i ka kushtet shumë të mira edhe UEL-i, tash edhe Nën Tereza po e fiton të drejtën që studentët t'i gëzojnë një ambient. Kjo nuk ka asnjë diskutim të ajo pjesë. Diskutimi ishte pse ndryshimi i vlerave. Po dhe sepse ka prononcime 35-40 milion. Pra atë po janë prononcime publike, zoti Sulejmani, njëherë 35 milion euro, pasaj 42 milion euro, dhe në paraqitjen e fundit në një televizion Shqipëri 60 milion euro. Nuk mundemi ta precizojmë sakt shumën. Po mo diferenca është jashtëzakonisht e lartë. Edhe ndryshojnë çmimet brenda vitit. Jo, besoj se buxheti parapar sa e diun me vendim të qeverisë është 42 milion euro. Tash ne nuk i kemi dhënat për momentin, po aty ka një marrëveshje, sepse kishte tenderim publik. Vlera duhet të jetë saktë te tenderimi publik pa dallim të ndryshimit të çmimeve, dinamika e punimeve. Por mua më shqetëson fakti se këtë të cilët e thot Zëvenci, së shpejti do përgatitet edhe buxheti i vitit 2027. Dhe këto të dhëna ne do t'i kemi, edhe ne, edhe gjithë, dhe opinioni, do t'i ketë sa kanë qenë në 2026 dhe sa realizohen në 2027. Dhe do të shohim se nga dinamika, në qoftë se janë vlerat ashtë 20 milion, po e marë, nuk e di, vlerat, në qoftë se në këto 2 vite, si që po thoni 900.000, dhe në vitin 2027 në buxhet ka dhe 2 milion euro, i bien që brenda mbi 8 milion do duhet jetë për vitin 2027. Ta shohim në buxhetin e ri, por edhe mbi 8 në qoftë se është, shembull dinamika është se nga 40
unë mendoj që do të jetë më pak nga treguesit ekonomik që janë. Në qoftë se është shembull në 40, ndahet 5 milion, i bien që është 6% ose 10%, 11% i vlerës totale që duhet realizohen, ndërsa na mbesin e 2 vjet e gjysmë deri në përfundimin. Është e mirë fakti që i kemi 5 vite prej hedhjes së gurthemelit. Unë mendoj që kontrata, nga ajo që kam dëgjuar se nuk kam arritur, kontrata ka qenë për brenda 4 viteve, që është bërë tenderimi publik, por mund të ketë faza tjera për realizim. Tash nuk e di atë pjesë. Tani po kalojmë tek pjesa tjetër. Zoti Sulejmanit, pra ju jeni zëvendësministri i arsimit, përmendët më herët që keni punuar profesor edhe në shkollë të mesme, mes tjerash kur studentët shqiptar për herë të parë u ngritën për të protestuar për një drejtë bazike themelore tyre, pse nuk i mbështetët ata qoftë edhe me prezencën tuaj në protestë? Parti qeveritare nuk e marrin votën edhe besimin për të dalë protesta, po e marrin për zgjidh probleme. A është kështu? Dakor, të ndalim atëherë kështu. Sepse është e palogjikshme. Partia qeveritare me dalë me protestu. E pse atëherë dhe drejtorët të koalicionit vlen protestuan para ministrisë së administratës? Ne nuk janë ndalojmë mas kujt të drejtën e protestës. Tani nëse është e palogjikshme, i bie që dhe drejtorët e inspektorateve të ndryshme pas kanë bërë veprim të palogjikshëm. Kanë dalë në protestën e studentëve? Jo, protestuan kundër respektimit gjuhës shqipe. Ata protestuan sepse nuk janë përfillur brenda institucionit. Unë tash po flas vetëm për çështjen e të drejtës legjitime që e kanë studentët për ta dhënë provimin. Tani ne po flasim për pjesëmarrjen në protesta. Ju po e cilësoni akt të palogjikshëm nëse prej pushimit me pas protesta të organizuara në mesin e tani për ta qartësuar edhe për opinionin. Në mesin e drejtorëve që kanë protestuar është edhe drejtori i partisë tuaj tani në kuadër të koalicionit vlen, edhe drejtori i inspektoratit për përdorimin e gjuhëve dhe 9 drejtorë të tjerë së bashku me të dhe drejtorë kanë protestuar për shkak se nuk janë përfillur në gjuhën anëtare të tyre në mbledhje që është mbajtur në Ministrinë e Administratës. Ato kanë mund të shfaqin ndonjë pakënaqësi të caktuar. Janë edhe fotografitë, ne kemi nxjerrë këtu, kemi ndodhur në audiencë. Protesta ka tjetër karakter. Jo, protest, nuk ishte marsh, po ishte protest para institucionit ku e shpërfaqen me publikun dhe thanë ja, jemi këtu dhe nuk po na respektohet gjuha shqipe. Nuk e di, është në të drejtën e tyre se si veprojnë ato, unë po du të jap mendimin tim në lidhje me protestën e studentëve. Domethënë, qeveria nuk është për protestuar, është për zgjidh probleme. Studentët kanë problem real, i cili unë mendoj që është problemi trashëguar. Se nuk është që sot nuk po e japim provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe, nuk e kanë dhënë gjithë këto vite. Mirë po sot e kanë parë të arsyeshme se duhet ngritet zëri, edhe shumë mirë që e kanë bërë, shumë mirë që po protestojnë, ne nuk kemi asgjë kundër kësaj. Ajo që ne jemi të obliguar të bëjmë është që të mundohemi të gjejmë një zgjidhje të caktuar. Në kuadër të qeverisë është formuar një komision prej ekspertëve, të cilët po mundohen të gjejnë zgjidhje ligjore jo vetëm për këtë provim, po duhet ta dimë se edhe provimi për kontabilist jepet vetëm në maqedonisht, edhe për provimi për noter është e njëjta situatë. Edhe ne tash po dojmë ta gjejmë një zgjidhje. Kur potencojmë duhet jemi transparent, sepse përveç që përmendet 3, mund të përmendim edhe 10 tjera provime të cilat jepen edhe në gjuhën shqipe. Po ka edhe të tillë, nuk po përjashtoj mundësinë. Po ne po punojmë të zgjidhmë gjitha. Mos na ndodhe pastaj e zgjidhëm jurisprudencën pas një muaji protestë të kontabilistët. E zgjidhëm ato pas një muaji protesta të tjera. I nderuar zëvendës, po këtu debati nuk ishte te kjo flas në opinionin e gjerë. Ishte se ka ligj, nuk ka ligj. Gjuha shqipe është zyrtare, nuk është zyrtare. Dhe tash po shohim debati i cili bëheshte, tash mund të dakordojeni, sepse përfaqësues të rëndësishëm të Vlenit e thoshin zëshëm sepse nuk ka ligj për përdorimin e gjuhës shqipe. Jo, s'ka thonë askush nuk ka ligj. Po tash mund të nuk ka ligj për përdorimin e gjuhës shqipe. Ajo është ligji për përdorimin e gjuhëve në klapa, pse mos e quhemi se tash nëse merremi me titullimi. Po nuk është. Okej, cin problematikë rregullon? E rregullon përdorimin e gjuhëve të cilët janë të ndryshme nga gjuha maqedonase. Gjuha shqipe mbi 20%. Po 20%, po jemi përgjigje. Po ta thomi zëshëm. Po nuk mund të themi diçka që nuk është realitet. Po që ka zgjedhur. Që nuk është e shkruar. Po dakord, atëherë kemi ligj për gjuhën maqedonase. Është e specifikuar se për gjuhën maqedonase. Karta e identitetit. Në çfarë dy gjuha e keni? Pasaportën. Unë nuk po e them si ligji. Dua dal aty. Nuk e zgjidh problemin e gjuhës shqipe. E zgjedh. Do të po nuk është ligj për gjuhën shqipe. Jo.
Ky ligj neve na barazon me ligjin për gjuhën turke, me ligjin me gjuhën turke, me gjuhën rome, gjuhët e komuniteteve që janë pjesë e këtij shteti. Kurse maqedonisht, a mund të parashtroj pyetje këtu? Nëse është ashtu, atë pse nuk u formu agjenci për zbatimin e gjuhës shqipe për zbatimin e gjuhës turke? Po agjencioni nuk është për gjuhën shqipe. Jo, agjencioni për zbatimin e gjuhëve. Ligjet për zbatimin e gjuhëve. Konform ligjit për përdorimin e kujt? Konform ligjet për zbatimin e gjuhëve, është krijuar edhe agjencioni, është krijuar edhe inspektorati. Edhe ky inspektorat, për shembull, që sot është nën kompetenca të Ministrisë së Drejtësisë, në rregull, ky inspektorat duhet të kujdeset për zbatimin e gjitha gjuhëve. Vetëm një gjë tash atë. Se na ndëgjoj se diskutimi ishte te student. Po. Më kupton, qëllimi te cilën e fillova. Ata marrin një përgjigje prej zotit Sulejmani, pastaj lutem ta vazhdoj sepse patjetër zoti Sulejmani nuk e përfundova. Po prandaj mbetet tek komisioni që keni formuar. Unë ju pyeta shumë qartë. Pse nuk e mbështetët protestën? Dhe ju tha që nuk duhet ne prej qeverisë të ofrojmë zgjidhje. Derisa të dalin protestat. Dakor. Derisa ju tha që oponentët tuaj, në këtë rast oponentët tuaj politik kanë thënë që zgjidhja ekziston. Ju vetëm duhet ta zbatoni atë që ekziston. Shkurt. Me momentin që është votuar ligji për përdorimin e gjuhëve, në ligj është thënë që brenda një periudhe të caktuar, të gjitha ligjet tjera do duhet të harmonizohen, gjë e cila nuk ka ndodhur. Dhe ato ekziston në moment shumë interesant, shumë specifik. Dhe ato nene që nuk harmonizohen, janë në një përputhje me ligjin. 3 muaj. Ama ky ne nuk duhet ta shkalohet. 3 muaj pas miratimit të ligjit të gjuhëve, janë bërë ndryshimet në ligjin për dhënien e provimit jurisprudencës. Pse deputetët e BDI-s në atë kohë, pasi që është hap tema e jurisprudencës, nuk e futën nenin me të cilën shkruhet se provimi i jurisprudencës do të jepet në gjuhën shqipe. Dhe momentin që nuk e kanë bërë këtë, e kanë lënë në duar të dikujt fillkovit apo ta diun e çka, ta interpretojë atë zbrastirën ligjore. Tash këtu kanë këto probleme. Pas miratimit ligjit për gjuhët, pas 3 muajve është ndryshuar ligji për dhënien e provimit jurisprudencës. BDI-ja nuk specifikohet se cilën gjuhë duhet të jetë. Kanë mundur me harmonizuar. Pse nuk e harmonizuan ligjin? Edhe për kundër ndryshimeve që janë. Nuk e harmonizuan ligjin për provimin e jurisprudencës me ligjin për gjuhët. E kanë pas mundësi. Pse nuk e bën? Për te se tash jo kjo është fakt. Ta dëgjojmë zotë Shaqin tani. Dallimeve politike të cilët mund të kemi. As nga ju personalisht flas, as nga gjithë nuk do të kisha dashur që në këtë formë të mbrohet ose të justifikohet kjo situatë për ligjin e përdorimit të gjuhëve në të cilën futet dhe gjuha shqipe. Ju vetë keni qenë këshilltar në qytetin e Kumanovës. Në seanca, falë atij ligji të sjellë nga BDI-ja dhe gjithë partitë tjera politike asaj kohe, sa e di unë, por jam i sigurt, seancat keni folë në gjuhën shqipe. Ashtu folet edhe në Struk, ashtu folet edhe në Kërçov, ashtu folet sot edhe në Qashk. Do thotë nga ai ligji i përdorimit të gjuhëve, të gjithë ligjet tjera, të cilët janë, unë përmenda dokumentet e identifikimit, kartat, pasaportën, kartën e qarkullimit të cilët i kemi, janë në 2 gjuhë. Çështja e diskutimit ishte sepse këtij debati, pse e thash nuk duhet, po, dakord që duhet bërë dhe duhet edhe Ministri i Drejtësisë, të gjithë brenda kabinetit qeveritar, se asnjë gjë e keqe nuk e gjen që provimi të jepet në gjuhën shqipe. Asnjë gjë. Dhe duhet të akordohemi gjithë se tash mos ndalemi tek ajo rolin të cilin e ka lojt inspektoriati. Shfrytëzoj rastin sepse jam përmend në opinion nga deputet caktuar të koalicionit Vlen, drejtonin, po e sfidoj si zëvendës ministër, të shoh se në Ministrinë e Arsimit, para se ta marrë postin e detyrës, ka qenë përdorimi i gjuhës shqipe nga Ministria paraprake në nivel shumë të ulët. Kam avansu dhe asaj kohë ka ardhur inspektoriati që është për ta përshëndetur. Brenda institucionin më ka verifikuar mua për përdorimin e gjuhës. Ka pas vërejtje se është arritur, është avancuar shumë, por gjithë aktet ligjore dhe nënligjore nuk janë përkthy. Duhet edhe më shumë të përkthehen, por periudha kohore dhe përgatitja institucionale ka qenë ajo asaj kohe. Për atë them se për ta hedhur këtë debat se ka pas një raport dënim, s'ka përdorje toni, kam përdor, atë sa ka mundur gjuhën shqipe. Ashtu duhet të përdorin edhe gjithë. Por dua ta mbyll se protesta unë nuk kam shku për asnjë arsye politike në protestë. Ato atje mund të ishin studentët e mi, mund të ishin i studentët e mi, mund të jenë nxënësit të drejtonit, mund të jenë juristët e së ardhmes, që në këtë periudhë kohore hasin në probleme. Në protestë nuk janë mjekët, nuk janë ato të cilët kanë mbaruar farmaci.
si ekonomist, janë edhe kontabilistët, duhet vazhdoj presioni brenda shoqatës formës të organizimit kontabilistëve, por duhet ta thomi zëshëm sepse askush nuk gabon, sepse i din në Ministrinë e Arsimit, gjatë kohë jepet provimi për që marrin licencat për të punuar mësimdhënës. Edhe atje ka në grupe caktuara vështirësi, por çështjet individuale nuk duhet i përgjithësojmë, se gjuha shqipe sot flitet çdo kundi. Dhe ne ta themi se ky ligj rregullon, unë nuk dua faktin se s'kemi kohë dhe ndalemi te çështjet e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Po me cilat veç edhe diçka çtoj. Ajo që po mundohemi ne është të gjejmë zgjidhje, por shumë është e rëndësishme të detektohet pse është ky problem dhe prej ku fillon. Prej ku daton? Jo, domethënë, edhe një herë po e potencoj. Pas miratimit të ligjit për gjuhën. Për momentin është ndryshuar ligji për dhënien e provimit të jurisprudencës. Për momentin nuk u harmonizua ky ligj me ligjin për gjuhën. Po dakord, do të ishte harmonizuar, do ta kishim mos protestën asaj. Ka ligjin bazë. Për momentin, problemin aktual e ka Ministri i Drejtësisë. Obligimi i BDI-s në atë kohë, edhe i qeverisë atëhershme, ti harmonizoj ligjet i ndërruar. Dakor, shpresoj të ai grupi punës, sepse nga ajo që ndëgjojmë nga studentët, nuk ka asnjë përgjigje deri në këtë fazë. Po, sepse ato vetë thonë zëshëm, sepse grupe pune mund të ketë. Unë kur e përmenda ligjin e përfaqësimit drejt, nuk duket të shohim zgjedhje ligjore të cilat e ulin ndikimin. Këtë e them, këtë e kam qëllimin. Si mundet ta ulën ndikimin ligje kur përpara ke pas vetëm mekanizëm? Si mund të jetë mekanizmi më i fortë se ligji? Dëgjoj. Sepse aty futesh, po jo, ka asnjë logjik kjo punë. Ja, variablat të cilët i merrni bazë me ligjin. Pastaj këtë mekanizëm për të cilin po na kritikoni, merrni bazë meritokracia dhe etika. Ku e kemi shfuqizuar? Po me propozim të ministrave të juaj, është konstatuar se balancuesi si mekanizëm po keq përdoret dhe do duhet të avancohet në ligj. Edhe këtë. Tani kemi dokumente. Tani zoti Sulejmani, shumica prej jush që e kritikoni balancuesin jeni punësuar po me këtë mekanizëm. Jo. Në pjesë dërmuese jeni punësuar me këtë mekanizëm. Po më ka dhe Maqedon që janë punësuar në vende pune të shqiptarëve, edhe shqiptar në vende pune të maqedonëve, është keq përdorur. Edhe unë s'po tham që kanë gabuar me konstatim se me të vërtetë është keq përdorur. Për atë që thonë e mendimeve pozitive se këtu zoti Osmani Kasaru ka thënë që ka dhënë mendim pozitiv vetëm në aspekt të harmonizimit me ligjet evropiane. Jo, edhe unë po e diskutoj. A dini një informat se nuk është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat. Numri i shqiptarëve në institucione është rrit shumë më shumë kur nuk ka qenë prezent balancuesi. Në bazë cila parametra, jo ta dëgjoj. Është një dhënë, në bazë të cila parametrave është parapar zoti Sulejman, sepse punësimet bëheshin me marrëveshje politike. Tash në bazë cilave parametra ju e dini se me një institucion sa ka të punësuar shqiptar, sa ka të etniteteve. Dhe kontrollojmë me Këshillin brenda qeverisë. Trupin që ka shumë trupa koordinues. Ka trup koordinues për UNESCO, për marrëveshjen e Ohrit, ka trupa koordinues të cilët parashef edhe formimin e një metodologjie për ta zbatuar dhe në atë drejtim edhe po punojmë. Dhe mendojmë me vetë faktin se prej mekanizmit e ngrisim çështjen e përfaqësimit drejt adekuat në ligj, pa mos transparent. Po marr parasysh. Ama jo duhet merr parasysh se kur përcjell ligj. A është ligji më i fuqishëm se mekanizmi? Ligji kur është mos më thoni se nuk është. Jo, kështu. Por çeni plot zoti Sulejmani duhet ketë edhe masa ndëshkuese. Unë nuk po flas sepse nuk jemi ne jurist. Këtë kanë thënë njerëz që janë ekspertë të juridikut që kanë paraqitur edhe metodologji. Sigurisht, pa masa ndëshkuese, ai ligj nuk do të zbatohet në praktikë. Nuk po dojmë ta instalojmë atë mendimin se vetëm përmes masave ndëshkuese, përmes imponimeve, po dëshirojmë të arrijmë diçka që është shumë e rëndësishme. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është e drejtë që buron nga marrëveshja e Ohrit, e cila fatkeqësisht deri sot është dashur të shndrohet në ligj moti kohë. Marrëveshja e Ohrit është dashur përmbyllën në vitin 2004. E sipas jo zoti 2004 duhet ta pyes këtu. Sipas jush zoti Sulejmani për marrëveshjen e Ohrit, për një ligj që buron nga marrëveshja e Ohrit me do të thonë angazhohet sipas jush edhe zonja Karakamisheva që marrëveshja e Ohrit të zbatohet në përpikmëri. Që ka kundërshtuar publikisht. Po marrëveshjen e Ohrit. Po jo tani po ju pyes. Jo për përgjigje. Për piluese marrëveshjen e Ohrit e ka pranuar gjithë shteti jashtë në preambul. Edhe të gjithë që angazhohen për të bërë një ligj që e garanton kushtetutën, ja dojnë të mirën këtij shteti. Edhe nuk është mirë me i cilësu ligjet
me emra të caktuar. Jo, ka Jo, shumë. se Po, tash nuk është, jo. Po, nuk është mirë. Se atëherë Se nuk është ligji i Karakamishevës. Natyrisht kanë punuar edhe eksperta kushtetues disa shqiptar. janë- Po ka disa pasur shqiptar që Pse janë nuk zoti po e përmendi? Maksuti. Po zoti Maksuti. Se nuk po i përmendi emrat e shqiptarëve. Po ja zoti se Maksuti që u tëroj. gjithë ligje Po nuk janë me të cilin ne po e përmbyllim Jo, një çështje të marrëveshjes të Ohrit, po e cilësoni me Karakamishevë, po nuk është në rregull kjo punë. Jo, Po kështu. ajo ka qenë, a është e vërtet. Nëse nuk është na thonë. Abidina, se mund të profesor shqiptar ka pas aty? Se Po tash- zoti Shasivari dhe zoti Maksuti, i cili zoti pse nuk Maksuti u thuhet tërheq. ligji jeton Shasivarit. Po zoti ne duke Veç gjitë pak. ndikimin Nuk që është mund në ta rregull. jo zoti Suleman, ne do ta diskutojmë me zotin Shasivari këtu, posa ta arri ligjin në kuvent, sepse akoma nuk ai ka ne s'ka arrit arrit. në qeveri është miratuar. Qeveri është. Po, megjithatë, ne po flasim për personat që do thotë janë figura kontraverse, sepse ju po flisni për procesin e marrëveshjes së Ohrit dhe autore në përbilimin e këtij ligji, pra zonja Karakamisheva, qëndrimet e të cilës janë Nuk është e publike. vetmja, Abedin. Dakor, po është Ka prezente. komision. Po ka Është komision prezente. atë nuk Se mund të tash- vendos Po. çka të dojë aty. Sepse jemi Tash, krejt sepse në ka kohë. komision. S'ka problem që ta mbyllim edhe këtë çështje, se përmendet edhe balanceri dhe tema e diskutimit se gjoja është tërhequr nga qeveria e kaluar. Nuk është tërhequr, është propozuar. Është dëgjoj. Vetëm kanë Të dhënë tërhequr. ndërhime, Po. Por, aty dua dalë. Propozuesi, le ta verifikojnë. Unë ministër në shoqëri informatike dhe administrat kam qenë nga 20 viti 2020 deri në fund 2021-22. Pas mua vin përfaqësues të Vlenit, të cilët sot janë antar të Vlenit. Po, zoti Që në- Aliti ishte aty. Aliti, Aliu dhe pastaj i fundit nuk e di kush ishte. Në Zoti qoftë se Nel Bajrami nga verifikojnë, Leonca në qoftë se Shqiptare. verifikojnë, sepse edhe këto të cilët i përmend, unë nuk dua t'i fajsoj se kanë sjellë në seancë qeverie strategji për reformë brenda reformës të administratës. Nuk e kanë sjellë ministrat e opozitës që kanë qenë sot, por janë përfaqësuesit e Vlenit të cilët kanë qenë asaj kohe. Mund ta verifikoni dhe mund ta shihni kush e ka sjellë në seancë qeveria atë strategji. Është thënë që mekanizmi i balancerit duhet të avansohet. Duhet i gjetur zgjidhje më adekuate, më të mirë për të avansuar. Ata e thash. Por ama, duhet dalin të hiqet situata e balancerit. Po nuk Që e ka i qeveria o i vetëm pak të thonë. Të propozohet ligj, të ta jek tjetër gjë, se se ka jek, e pranoni. Gjykata kushtetuese më e ka gëzon- heq. Po më gëzon fakti që se ka jek as qeveria e kaluar. Thonë e ka rrezuar gjykata kushtetuese që nuk duhet ta anulojmë Për bërën ndikimet e cilat i ka shumicë të thënë. së cilës e ka Por- votuar qeveria e kaluar. E lëm Edhe këtë, këto ato janë janë një profesionistë, gjykatë, edhe sot ju keni caktuar një antar të ri të gjykatës kushtetuese. Një, që në raport me gjithë pa tjerët. dallim, si ka votuar ai? Nuk na intereson çështjet e Po, votimit. më atyre. shumica e njerëzve aty janë nga përbërja e kaluar i ka Nuk votuar. është mirë se nuk fillon Por ata problemi nuk aty. keni drejt na akuzoni se e nuk- kemi shfuqizuar Po, balancues. Beson që edhe ju nuk e besoni se as opozita as qytetarët ju besojnë se ndikimi i opozitës është në gjykatën kushtetuese sot kur flasim? Po njerëzit janë të Po zgjedhura jo në se atë kohë. nuk ka lidhje dikush Edhe mund të edhe jetë një para informat. vit. Po, më nuk marr ka- parasysh po. që është shfuqizu balancuesi. Prej momentit që nuk ka balancues, deri më sot, numri i shqiptarëve është nxjerrni- rritur pi Jo, 0.5%. publikoni se nuk është ashtu. Dhe do Avokati i dalë. shtetit, avokati i popullit e tha këtë Po informacion. avokati i popullit edhe për provimin e jurisprudencës tha diçka që edhe vetë nuk dakordoni. Tash, Ja, mos i nuk është futemi. ashtu, Po, nuk është ashtu. e tha zgjidhje ndryshe. Po, Si në tha një ndryshe, paraqitje qeveria publike. ka formuar komision që po mundohet të gjejë zgjidhje për problemin e studentëve. Po, që nuk tha që Edhe brenda jo vetëm kohës- për jurisprudencën, Po, për që- gjithë tjerët. Që e kishte më lehtë ta thotë që ka ligje ekzistuese të cilët rregullojnë këtë problematik. Por nuk dua dal aty. Çështja e balancerit. Kur ne e përmendim, neve duhet dim fakt. Pse nuk e thoni që në kuadër të programit të VMRO DPMNE-s ka qenë që do të largohet balanceri. Është fakti i verifikueshëm. Dhe shihni programin këtë siç kanë keni premtim parë. fushate, po. Premtim fushate. Po, po. Dhe A ka sot, vendim dhe sot qeverisë me cilën hiqet balancuesi? Po dakord, ka kjo Po gjykati nuk që ka. është bërë instrument. Apo tash që nuk dalë- tash kur vendos me diçka në program e realizon partia politike. Nuk ka vendim Po pse qeveritar atëherë me po- të cilën po- hiqet balancuesi. Se Tash, po drejton, ja akuzoni po ju atë po- zoti Sulejman ministrat e BDI-s. Ju se e kanë neglizhoni. kërkuar. Jo, nuk e akuzova, unë vetëm thash. Jo, ju fat që kanë kërku ministrat. Ata kanë sugjeruar me të cilin sugjerim pajtohem edhe unë. Me të cilin Avancim. sugjerim- Jo, po kjo çështë ka Avancim, marrë fund. Se Po, balancuesi është keq Po. përdor, edhe balancuesin duhet ta avancojmë Tash. me një tjetër mekanizëm. Ne po e bëjmë Tash me për ligj. ta mbyllur. Për ta përmbyllur, Unë se e jemi bëj me trop ligj, në fund. edhe një herë dua ta potencoj si te ligji i gjuhës, edhe te balanceri. Temat e rëndësishme të mos generalizohen me etiketimet të cilat e kishim, nuk ka rëndësi etnia, po ka rëndësi etika. Etika. Nuk duhet i marrim bazë në këtë ligj për përfaqësimin e drejtë. Çështja e balancerit
ka sjellë rëndësi etnia si s'ka, të shkojnë në mënyrë të por nuk e barabartë. ka thënë nga eksponentët caktuar e kanë përmend. Garantoj këtu. Eksponentët caktuar e kanë përmend të Vlenit. Tash, balanceri ka dhënë kontributin e rritjes. Jam dakord që ka pas situatat pakta të cilet janë keq përdor, por janë keq përdor për arsye të punësimit dhe që është arrit ndoshta edhe më lart numri i përqindjes së punësimit nga kjo numër. Po ka qenë mekanizëm mbrojtës, sepse institucionet kanë pasur dhe çdo vend pune ai i cili nuk ka ndërruar identitetin për një vend pune, është deklaruar ashtu si duhet e ka fituar një vend pune. Por i ka sjellë institucionet që sot institucionet caktuara, shembull, duke filluar nga Struga deri në Kumanov e Likov, kanë rritur numrin e përfaqësimit se më herët para balancerit kanë qenë në 10-20%. Kanë pas obligim ligjor. Në bazë të numrit të popullatës, ndërsa me ligjin e përfaqësimit drejt në komunën e Tetovës, Gostivarit dhe çdo institucion do të pranohet ai i cili ka aftësi, nuk është askush kundër, por s'ka mekanizëm mbrojtës që të mbrohet edhe përqindja e përfaqësimit etnik. Do të mbrohet edhe ajo. Nga Këshilli Koordinativ. Po ne po bëjmë diçka me të cilën Shpresoj që ajo rregullojmë këtë punë me ligj e rregullojmë. Edhe këtu, unë sinqerisht nuk po mund ta kuptoj si mund të thoj dikush se një mekanizëm si balancuesi është me fuqi më të madhe se ligji. Se sa ky ligj se sa thjesht po habitem, nuk themi po habitem se sa ky ligj, po tërcohet se sa ky ligj. Përfaqësuesit e BDI-s, të cilët vite me radhë na e kanë çarë kokën me marrëveshjen e Ohrit, nuk e kanë realizuar. Por nuk është tash janë kundër diçkait me të cilën realizohet një pjesë e rëndësishme e marrëveshjes së Ohrit. Ne po e shndrojmë përfaqësimin e drejtë adekuat në kategori ligjore. Nuk është ashtu. Edhe kjo është avancim. Nuk është, nuk jam dakord sepse nuk është bashkë ashtu. Sepse tash nga një ran pranoni faktin se e hoqi qeveria, hoqi gjykata kushtetuese, futeni në debat kush janë përfaqësues, por t'ishte aq mekanizëm është mbrojtës dhe i drejtë dhe i legjitim i cili buronte nga marrëveshja e Ohrit. Nga e cila kanë përfituar vete përmendë më herët, janë punësuar shumë eksponent të Vlenit të tashëm të cilët janë. Nga goja e shumë përfaqësuesve të Vlenit, jo nga unë. Edhe ju keni pas bashkë me BDI-n mundësinë e bashkëqeverisjes. Keni respektuar balancerin. Janë punësuar atë shumë derisa keni qeverisur ju, po. Po kanë qenë përfaqësues brenda Bashkimit Demokratik për Integrim ato. Po kanë qenë përfaqësues të Bashkimit Demokratik për Integrim. Sepse ka pas periudha kur edhe keni bashkëqeverisur zoti Sulejmani. Për hir të korrektisë, opinioni i mba në mend. Megjithatë jemi krejt në fund zoti Sulejmani. Ku jeni me përgatitjet e kongresit të 9 majit? Jemi ka fundi, me 9 maj në sallën e Filharmonisë mbahet kongresi i parë i Vlenit. Është një ditë shumë e rëndësishme se atë që u premtuam shqiptarëve gjatë gjithë kësaj periudhe tash po e bëjmë edhe realitet. Si koalicion arritëm ta ndryshojmë skenën politike pas një kohe të gjatë. Dhe si parti politike tash e kemi qëllimin që ta ngrisim edhe më shumë nivelin e përfaqësimit të shqiptarëve. Shumë shkurt, jeni gati për zgjedhje të parakohshme parlamentare nëse do të ndodhen ashtu siç ka paralajmëruar kryeministri para 2 ditësh ku tha që zgjedhjet mund të vinë shumë shpejt? Nuk mendoj që do të ketë zgjedhje parakohshme parlamentare, është paralajmëruar edhe rikonstruimi i qeverisë, e cila është një shenjë që qeveria do shkon deri në fund. Tani jemi të interesuar që deri në fund ta çojmë mandatin për arsye se kemi premtime të cilat do duhet t'i realizojmë, po në asnjë mënyrë nuk ju hikim zgjedhjeve parlamentare sepse para 4 muajve sapo fituam 10 komuna. Zoti Shaqiri. Edhe jemi forca e dytë politike në vend. Koalicioni forca e dytë në bazë të çkajt? Në bazë të numrit komunave. Në bazë të numrit të deputetëve. Në bazë të numrit komunave. Dakor. As në numrin e votave për këshill. Jo në bazë të numrit. Pra aktualisht 2 forca politike i pas kemi në vend. Në të njëjtën kohë zoti Shaqiri, ju e keni dëgjuar deklaratën e kryeministit të vendit, ju jeni parti opozitare që natyrisht kërkoni zgjedhje të parakohshme, por konsolidimi i koalicionit Vlen është rrezik për BDI-n sepse etablimi i një subjekti të ri politik, ashtu siç ka kërkuar kryetari juaj që gjitha partitë opozitare të bëhen bashkë një, tani po ndodh më 9 maj, do ta festoni edhe ju? Unë personalisht nuk e shoh rrezik koalicionin Vlen, nuk e shoh se është një koalicionim në mënyrë natyrore, se edhe në mënyrë publike nuk e pranojnë vetë përfaqësuesit, por është një e vërtet. Vlen sot ka dalë me një moto Vlen 1, ndërsa 2 figura që i kishte brenda Vlen 1 nuk janë. Tash edhe këtë fakt nuk e potencojnë. Pra duhet Vlen 2 apo? Duhet ndoshta Vlen 2, por s'është mirë për skenën politike. Ne jemi të gatshëm, ne kemi kërkuar çdo herë procesin e legjitimitetit, sepse
ky vlen kur ka të drejtën të flasë për votat pastra se në kohën e legitimitetit, në kohën e zgjedhjeve parlamentare, diskutoheshte që Fronti Evropian nuk kishte votat e pastra. Dhe për atë kontestoheshte. Dua dal, kontestoheshte. Ndërsa në zgjedhjet lokale numëron numrin e komunave ku nuk janë votat e pastra, ndërsa nuk numëron votat e këshillave komunal ku janë votat e pastra. Që u vërtetua në këshillat komunal çfarë rezultati kishte dhe çfarë rezultati kishte për numrin. Zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Po, tash kjo është justifikimi tjetër, se jemi te loja e numrave. Jemi gati për zgjedhje, atë që e ka thënë kryetari dhe çdo aktivisti jon, sepse nuk jemi gati vetëm për të futur në një proces zgjedhor i cili do të kërkojmë legitimitetin, por edhe për ta shpëtuar vlenin nga këto situata. Për atë arsye jemi gati që nesër. Ne jemi të mendimit se sikurse vleni edhe BDI duhet të bashkohet me gjithë ato partitë të cilët i shfrytëzojnë tash për zgjedhje dhe të krijojmë një tabor politik shqiptar me dy subjekte të fuqishme. Edhe kjo të ketë një jetëgjatësi dhe të garojmë me projekte, me ide të reja, të cilët do të jenë në të mirën e shqiptarëve të Maqedonisë. Faleminderit shumë për kohën tuaj, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve zoti. Faleminderit edhe juve për ftesën, besoj që dham një kontribut mirë. Patjetër. Faleminderit zoti Sulejmani, faleminderit që u nderuar për vëmendjen tuaj, deri takimet tona të radhës me Beq.